Jemi sërish bashkë të dashur miq në mikrofoni qytetar. Sigurisht që ju, siç mund ta keni parë edhe nga strishat, jemi së bashku me doktorin, mjekun, pedagogun Ilir Ali Mehmeti, të cilin unë e falenderoj shumë që gjeta kohën dhe hapësirën për të komunikuar së bashku. Shumë faleminderit për ftesën. Ne së bashku në fakt na janë kryqëzuar shpesh rrugët, po bëhet fjalë për atë që ka qenë interesi parësor i ekipit qendresës që lidhej me çështjet arsimore. Edhe unë këtë bashkëbisedim do mundohet ta mbaj në 3 dimensione nga ku ti kontribon le të themi në hapësirën publike, që është arsimi, mjekësia, po edhe politika, në të cilën ti gjithashtu je bërë pjesë edhe le të them goxha i suksesshëm. Po kam përshtypjen do ta diskutojmë më gjatë në komunikimin së bashku. Unë doja ta nisa me një pyetje sepse kur edhe të prezantova, thash mjekun, pedagogun, politikanin, po nga njëra anë do dua dhe ta di nëse në njëra nga këto prevalon më shumë, pra ti ndihesh më shumë pedagog, mjek apo politikan? Po, shumë e drejtë. Janë detyra të ndryshme. Dhe mjekësia ose ajo fushë e mjekësisë ku unë punoj, është një fushë që merret kryesisht me le të themi situata, ne i quajmë katastrofa natyrore, po jo gjithmonë është fjala katastrofë. Covidi ishte katastrofë, po ka dhe situata tjera. Pra ka lart e poshtë. Kur ngren një problematik, patjetër predominon shëndetësia. Pra, në kushte emergjencë shëndetësore, kjo predominon. Kjo s'ka asnjë lloj diskutimi. Më pas patjetër ke një detyrim ndaj studentëve, ndaj arsimit, pse janë e ardhmja. Po themi drejtën, edhe ky problem se është me 2 edhe hikja e studentëve, largimi i tyre me të vërtetë është pezmatues. Që do të thotë edhe për ne që jemi pedagog, na e ul një marsh pune. Pra ajo punë që ne bëni me qejf, me dëshirë, me pasion, sepse fundit, sidomos mjekësit, vazhdon 40 vjet, 50 vjet lidhje ndërmjet pedagogut dhe studentit. Nuk është si fusha tjera që shkëputesh. Këtu neve për herë të parë kanë filluar të na shkëputen dhe si rrjedhoj, për fat keq kemi degradu pak nga ky drejtim. Do të thotë që jemi afru degëve tjera në kuptimin që kemi një ndarje më pas. Dhe kjo ka rënë një marsh nga kurse politika të rrethon. Politika janë njerëz. Në mënyrë të vazhdueshme apo s'dum ne. Ky është një popull i cili konsumon shumë politikë. Ku ulen në tavolinë dhe shpesh herë japin leksion ata. Njerëz që po ulen po pinë një kafe, dinë ata më shumë se sa ç'mund dish ti. S'po shkontare. Po shtetyrë je i zhytur në politikë në Shqipëri, në Tiranë, po dhe në qytete të tjera. Dhe shpeshherë gjen njerëz me eksperiencë, njerëz që janë marrë më përpara, njerëz që kanë vullnet, apo njerëz që duan që zëri i tyre apo një mendim i tyre të ngrihet një problematikë të zgjidhet e me radhë. Ktu je i zhytur, këtë e ke të pashmangshme. Ky është ambienti. Pra nuk mund të thush dot merresh dot kryesisht me këtë. Është si të thosh një peshku a merresh dot me ujin. Ky është ambienti. Mirë, po për te ti qenë vërtet një komentues siç mund të jetë pjesa më e madhe e publikut në kafe, që ne të gjithëve e dëshmojmë këtë, që kushdo dukshëm është një profesionist në politikë kur bëhet fjalë për divan apo kafe, ju jeni le të them edhe në disa betejë që nuk janë të njëjtë të lehta si të pish një kafe dhe të komentosh. Jeni këshill bashkiak ku edhe aty ka dinamika të jashtëzakonshme, jeni le të themi në politikën qendrore me kandidaturën tuaj për le të themi antar të parlamentit të vendit, ku jeni një nga më të votuarit në Shqipëri nëse bëhet fjalë për le të themi dëshirën e qytetarëve për të çuar një individ caktuar në politikë. Kështu që pavarësisht se ju e trajtoni me modesti, kontributi juaj është në një sferë tjetër përveç se asaj të... Patjetër. Po dhe kjo punë ka të kohën e vet, ka të timing e vet, atë sezonalitetin e vet, në kuptimin që ka disa momente ku bëhesh gati, ku punon disa platforma dhe disa politika, dhe ka disa momente ku i shfaq dhe fillon kërkon mbështetjen. Pra, edhe këtu ka sezone, pra ndryshe nga sezonet e universitetit që janë të shkurtra, janë pak mujore, pak javore, këtu tash ti flitet në hark më kohor më të gjatë. Por kjo Shqipëria jonë nuk të lë ndonjëherë bosh. Pra edhe kur vjen situata të tilla, pastaj duhet përballesh me të keqen mjes drek dark dhe nuk të lë hapësira. Pastaj ju e dini, Këshilli Bashkiak dhe Bashkia e Tiranës ka pas përplasje shumë të mëdha. Ndoshta kanë qenë heshtje për shkakun se mediat nuk i mbulonin, se nuk na jepe hapësira me radhë. Megjithatë, shkarkimi i një kryebashkiaku të Tiranës është diçka më tepër unike se e rrallë.
sepse kjo s'ka ndodhur ndonjëherë Po, e vërtet. në historinë tonë, sa kohë kemi 35 vjet, jetë shkarku në Unë i kam disa kryetari i pyetje. Bashkisë Tiranës. Unë i kam disa pyetje edhe për Bashkinë e Po, Tiranës, po i kam patjetër. lënë kështu në kapitullin e Thjesht doja të thoj që kjo ishte renditjes, diçka e jashtëzakonshme. E vërtet. Kuptimi nuk është se ishte diçka normale që ne them po është pjesë normale e lojës, ka një garë, dikush fiton, qeveris 4 vjet, pastaj mundohesh të japësh alternativë, ka një garë dytë pas 4 vjet. Kjo ishte diçka absolutisht abnormale. Jo prej nesh, absolutisht prej atyre që ja bën vetes, në kuptimin me keq qeverisjen e tyre. Absolutisht e qartë. Unë do mbetem tek pyetjet e para që lidhen kryesisht me mjekësinë dhe arsimin, po të dyja këto nuk është se kanë ndonjë ndarje shumë të fortë kur bëhet fjalë për atë që është pasojat që shkaktojnë në hapësirën publike shqiptare dhe tek qytetarët. Megjithatë, unë doja të pyesja, ky fillim viti duket se është afër, është edhe pak ditë, po nga ajo që ne kemi parë deri më tashmë është që ka më shumë kuota apo më pak student. Gjithmonë më pak student. Dhe ne, kur vjen momenti që fillon dhe ndjem mjekësia, e cila ka qenë dega më e preferuar, vazhdon është dega më e preferuar. Dhe mos gabojmë, si vjet ne kemi pas diçka rreth 1200 aplikime. Ndërkohë që 4 vjet përpara kemi pas 3200 aplikime. Ne kuptojmë që diferenca është madhore. Pse erdhi kjo? Kur themi ndër vite, ju e keni vërejtur në auditor që cilësia me të cilën vinë studentët është më e pakët. Është shumë e saktë kjo. Se nëse nuk cënon le të themi standardin, është okay. Nëse konkurenca bie, pra numrat janë më të paktë që aplikojnë, patjetër do të bjerë dhe cilësia. Nuk ka asnjë lloj diskutimi. Unë akoma nuk e kam konstatu këtë sepse unë jap vit 5. Që do të thotë, unë jam akoma me brezat, cilët kanë pas konkurrencë të madhe për ty mjekësi. Pra tek ty sot është ajo që ka ndodhur para 5 viteve. Po, eksakt. Pra tek unë do vinë ata që kanë hyrë në shkollë 5 vite më parë. Dhe këto ndryshime që kanë ndodhur vitet e fundit, patjetër do t'i ndjejmë neve më vonë. Por ajo çka është më e rëndësishme nuk është çfarë ndjej unë si pedagog. Më e rëndësishme do jetë çka do ndjet kur dalin punë. Sepse ju thash janë të dy krahët që funksionojnë. Pra, dakord është konkurenca më e ulët, por dhe pedagogjia ka rënë. Pse ka rënë? Po, edhe ne kemi nevojë si punë artistë, kemi nevojë për një frymëzim. Thot një fjalë, një proverb kinez, mos gabohem, thot kur studenti është gati, mentori shfaqet. A janë gati? Përgjigjja është jo. Në këtë moment këtu ne po luftojmë me një ligj krejtësisht abuziv, i cili nuk tentoi të zgjidhë asgjë me studentët, po tentoi të dimante me detyrim. Detyrimi kurrë s'ka zgjidhur asgjë në vendet e botës perëndimore. Dhe ja i dha efekte. Dhe dha efekte direkt të rëndëse. Dhe nga krahu tjetër, ne dimë që studentët do vazhdojnë të ikin. Pse? Sepse nuk janë mbështet mjekët. Ai është student për një farë kohe, për 6 vjet, po pastaj do dalë mjek. Dhe nëse ai nuk mbështetet, ai nuk e shef të ardhmen në Shqipëri. Dhe po ja them se hapi i dytë, se ky është cikëli i dytë studimesh, mjekësia quhet cikëli i parë dhe i dytë i integruar. Cikli i tretë është specializimi. Kur futen specializim, 61% e specializantëve 5 viteve të fundit nuk marrin pagesë 4 vite. Pra, kjo është direkt oferta që i jep shteti shqiptar studentëve të mjekësisë që 6 vjet ndër 10 nuk kanë për të paguar 4 vjet me radhë, ndërkohë që do paguajnë gjitha taksat. Ndërkohë që do japin dhe shërbim. Do duhet paguajnë për strehimin, për ushqimin, për jetesën. Si të bëhet kjo? Pra, de facto nuk ke një ofertë. Çfarë do lloj të ketë ofertë Gjermania, Italia, Austria, ku diun? Ata të paktën kanë një ofertë. Shqipëria nuk ka ofertë për këtë. Dhe ky është problemi i madh, sepse pos dhe alternativë, atëherë është e kotë. Lufta është e humbur që në fillim. Ishte shumë interesante ajo që kur studenti është gati, mentori shfaqet. Megjithatë, ne pothuajse të gjithë dëshmojmë një lloj rënje të, le të themi, cilës nuk di ta them nëse është cilësia e studentit apo ajo çka ne kemi këtu, po kjo shoqërohet edhe me përgatitjen e stafeve pedagogjike, domethënë a kemi ne një problematik edhe tek se ndonjëherë shohim vetëm te studentët. Ne kemi një problem më të madh se aq. Patjetër kjo qëndron. Po kemi një problem me modelin e jetës. Kemi një problem me modelin që ne japim të rinjve. Pra ne i themi studioni, punoni, bëni titull shkencor, grada, diploma, formime, pas universitare, specializime tjera dhe në fund fare nuk ecin këta. Fund fare ecin sa tjerë. Modelet kush janë? Ju i keni pas sepse ne i reklamojmë këto. Ja modelet tipit bëjmë bardhën jeshile. Ky është realiteti shqiptar.
Pra nëse e djalët është duhet ka metoda pasurimi shumë të shpejtë, formati fluturave të majt. Ka metoda që nëse del nga ky lloj sistemi që është shkollimi, punësimi, ecja përpara në shoqëri, bërja një pjesë e vlefshme e shoqërisë etj, nuk shkoka. Po pse tundohet edhe një student ose një mjek i cili Mund mos për hir të vërtetës në shoqërinë tonë ka qenë elitar. mund Pra mos edhe tu- një elitar mund të tundohet nga ky mund mos modeli jetës. tundohet mjeku, por patjetër të tundohet i riu. Se fillimisht para se të jesh mjek e student, para se të jesh student e gjimnazist, para se të jesh gjimnazist e fëmijë. Dhe ti ke këtë lloj rol modeli, dhe këtë rol modeli ke që nga librat e klasës parë. E vërtetë është. Sepse këto zotërin këtu paraqiten direkt që në librat e fillores. Dhe thënë ky është rol modeli pozitiv. Po shkon bësh një search thjesht në Google për një nga këta që është ke librat e fillores, që vajzat e mia kanë studiu, dhe shef se çfarë rol modeli është. Pra do të thotë që udhëheqësit, liderat e këtij shteti, rininë shqiptare po e drejtojnë në këtë lloj mënyre. Pra tani a është faji rinis e cila nuk ecën përpara dhe don të hiqë, a është faji udhëheqës që i çon këtë rrugë. Po. Ai që nuk Mungojnë bindet dhe nuk incentivat. pajtohet me këtë rrugë, ndoshta disa e luftojnë. Por është më e thjesht hikësh. Dhe shumica dërmuese sot, brezi i vajzave të mi, ka filluar të flasë që tani për hikjen. Dhe ato vajza ime është 14 vjeç. Dhe që tani mendon hikjen. Brezi i shoqërisë saj mendon hikjen. Pse? Sepse thot ju prindër, gjyshër, stërgjyshër, na keni lënë neve një sistem të tillë ku meritokracia nuk vlen. Ku nuk hecet përmes shkollës, përmes punës, përmes qenit i vlefshëm shoqëri. Po hecet me mënyra të tjera. Po. Pra, me mënyra të tjera besoj dim gjithë nuk ka nevojë neve shumë të vejmë emra, se kemi parë shumë qartë ku shkojmë diku, se kush na pret. Pra, këtu mjafton të kuptosh që kush respektohet në një ambient kujdes, këtu patjetër në këtë shoqëri këtu bën pjesë e trupa pedagogjike. Prandaj tash, po është e vërtetë ajo që thua, po është e zhytur në këtë ambientin ku merita nuk ecën përpara. Pra këtu duhet të jesh pak me njohje, pak me lek, pak i kapur nga ana partjake, të kesh në një lev, të bësh një shantazh. Gjithë gjërat e këqija që ne nuk duam t'i mësojmë fëmijëve tan, këto janë vetit që duhet të kesh për të ecë përpara në shoqërinë shqiptare. Atëherë do të thotë që kjo shoqëri ka marrë rrokopujën dhe jo më kot. Popullata shqiptare po bie. Pse po bie popullata shqiptare? Pse ku ikin ata fëmijët tan? Ku ikin ata njerëzit tan, vëllezërit motë? Ku shkojnë? Shkojnë në vende që janë më keq se Shqipëria apo në vende që janë më mirë se Shqipëria? Shkojnë në vende ku modeli meritokratik mbështetet apo hidhet poshtë. Pra ato po ta tregojnë shumë qartë çfarë po kërkojnë. Ato po të flasin shumë drejt. Dhe nëse ne nuk kuptojmë këtë gjën e madhe, pastaj ne mund të merrem me të vogla sa dum, por nuk e zgjidhim dot. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit që e kuptojnë këtë, dhe duhet të angazhohen këtë drejtim, janë të detyruar t'i futen politik bërjes. Se kjo politik bërje na ka sjell neve këtu ku jemi. Pra, mungesa e përgjegjësisë na ka sjell këtu ku jemi. Pra, bëj çfarë duar se pastaj fusim një fasad, fusim një gënjeshtër, bëjmë dy meme etj dhe e kalojmë neve këtë. Kjo është e bukur sepse përrisht së vërtetës, edhe në rrethet e profesionistëve dhe individëve që një pjesë, le të themi, ne mundet që në mënyrë të arsyeshme të shpresojmë, duket që u mungon një farë lloj kuraje. Për shembull, edhe në betejën tonë, që ne me qendresën kemi ndërtuar në këto 7 vite për çështjet arsimore, domethënë unë numëroj me gishtat e duarve, me gishtat e njerëz dorë, profesorët të cilët kanë pasur mundësinë kurajon që qoftë edhe të jenë në tryezë kur ne raportojmë mbi transparencën financiare apo mbi korrupsionin në universitete. Dhe një prej të cilëve edhe ti edhe e ke zënë një gishtë, domethënë mund edhe 4 tjerë mund ngelen për të përmendur. Kështu që a ka një problem me gjithë këtë shtresë intelektuale e cila nuk gjen kurajon për të vetë disuar që disa gjëra në fund ditës kanë edhe një lloj sakrifice, se tani unë mund ta kuptoj që mund të ndodhë diçka mbrapsh. Dikush duhet të sakrifikojë drejtë mori. Do bëjmë një ecje mbrapsh në kohë pak. Sepse që të jesh sot në pozicione drejtuese, profesore, me radhë, ke një farë moshe. Që do të thotë vjen i formuar nga një sistem tjetër, nga një sistem ku frika mbi zotëronte, ku dënohej liria fjalës. Kjo është e vërteta. Para viteve 90 e tillë është. Pra dikush që ka mbaruar shkollën, sot është 60 vjeç.
Po. Dakor, 60 vjeç, ke të paktën dhe një dekadë si profesor i niveleve të larta. Po kur e ke bërë shkollën? Kur je mbrojtur ti, me çfarë modeli je mbrojtur? Atë që po flasim ne tash ti, çfarë jepet klasës parë, 9-vjeçares, gjimnazit? Çfarë modeli ke pas? Ke pas modelin e frikës. Ke pas modelin se duhet flasësh. Ke pas modelin që për të ecë përpara duhet të kesh një biografi të pastër, duhet të kesh të, duhet të kesh atë. Dhe çuditemi neve pse tash ti në moshë 60 vjeçare ata ecin kështu. Është normale. Ky fidan është rrit në këtë drejtim. Mos presim neve që ky fidan të ndrojë rrugën. E tillë është. Je ke shumë drejt këtë. Pra, gjyshrit tanë kishin një shprehje dhe thonin aq kohë sa është dashur për të prishur, aq kohë duhet për të rregulluar. Dhe kjo është e vërteta. Pra ne nuk mund të presim dot që ndodhi një mrekulli, një shkop magjik dhe na dalin. Mos harrojmë që ky është një sistem i cili lufton hyrjet ndryshe dhe mendimet ndryshe. Një sistem që i quhen misht huj këto. Mundohet të fusi sa më pak dhe nëse ka mundohet t'i largoj. Ose absorbon veten e vet. I bën si të vetat. Po këto janë sistemet që do të thotë, po su kriju një mas kritike njerëzish që nuk mund të vinë nga brenda. Se s'ka si të vinë nga brenda, se ky sistem këto prodhon. Po su kriju një mas kritike që të kuptoj që duhet të investojnë të shohin njëri tjetrin në sy. Unë jam këtu, ti je këtu, ti je këtu. Dhe hajde të hyjmë bashkë ta bëjmë këtë gjë, kështu një nga një, me sistemi nuk ka asnjë shans. Pra kjo është ajo që u them. Kjo do një përgjegjësi tejet më të lartë dhe nuk ka të bëjë vetëm me të folurën, me ekspozimin, me diskutimin e fakteve, ka të bëjë të qëndrosh fort në mënyrë sistematike diçkaje. Dhe të fillosh krijosh një aleancë të tillë sociale që të kuptojmë, dëgjoj, ku do të çojmë këtë shtet parën dhe kujt është përgjegjësia për këtë. Po është e jona më patjetër. Nëse fëmijët tanë neve na hikin, ne si prindër kemi dështu. Nëse brezi im ka ik, prindët e mi kanë dështu. Nëse prindët e mi s'kanë qenë, ka qenë faj gjyshërve të mi, me veprime dhe mos veprime, që kanë sjellë situatën këtu. Prandaj të jemi shumë të qartë, ne kemi përgjegjësinë, a e kanë shumë vetë këtë kurajo për ta bërë, mendim im është nuk e kanë, sepse janë përzgjedhur njerëzit jo kurajos të jenë ato vende. Dhe nuk mund të presësh ti tash nga njerëz jo kurajos që tash ti të marrin kurajo. Nuk e kanë, janë të përzgjedhur të tillë. Pra kjo ne qym as duhet të eksplorojmë domethënë. Ne qym selection bias kur vjen puna në epidemiologji. Ky është biasi i përzgjedhjes. Janë të përzgjedhur të tillë. Dhe nuk është faji tyre. Ato këto karakteristika kanë. Pra neve duhet të kuptojmë që duhet fillojmë të kërkojmë gjëra të tjera. Dhe jo elementet të tipit. Pra konfidencë, kompetencë, e me radhë. Po jam dakord. Elementet të rëndësishme. Jam dakord, domethënë duhet ta pranoj që më bëre pak më pesimist se unë jam, se përgjithsisht jam pesimist. Por në reality check njeriu duhet ta bëj shpeshherë. Mi po kur të solla këtë mungesën e vetdijes të ata intelektual që do duhet që ta kishin, edhe deri diku bie dakord që edhe mund ta kërkosh kot, je duke kërkuar vetdijsimin tek nuk është fajt një komunitet që ato janë një brez krathyer i quhen. Ose më saktë i quhen te gjyshi. Është një brez krathyer, nuk i lan ndonjëherë fluturojnë ata. Mos prisi që ata të kapin lartësi tashti. Nuk kapin dot lartësi, sepse ja thyn krahat, ja thyn mundësitë. Plotësisht dakord për këtë. Megjithatë brenda le të themi hapësirës së akademisë, akademizmi në vend dhe mënyrës se si qeverisën për shembull universitetet, nuk janë vetëm këta. Ka dhe të rinj të cilët në fakt konformohen. Fillojnë edhe replikojnë të njëjtin model të mungesës së kurajos, të flasin për shembull, ka shumë pedagogë që mund të flasin shumë me një zell të jashtëzakonshëm për të goditur Ramën dhe ti surprizohesh që thua si e goditi qeverinë ky, por kur bëhet fjalë të godas shefin e vet apo fakultetin e vet apo të bëj një kritik brenda hapësirës së vet, këtu nuk ndodh gjë, që do të thotë tek punëdhënësi situata bëhet pak më e vështirë. Këtu kryeministrin kanë filluar ta shajnë ndër. Unë po ja them gjithmonë ambienti. Pra ne njerëzit nuk kemi të pavarur nga ambienti. Ne jemi të zhytur nga ambient. Dhe në varësi të ambientit ku ti do jesh, ashtu dhe do zhvillohesh. Shumë të rrallë janë njerëzit që qëndrojnë vetvetja në një ambient. Merr një cop bukë, zyten shlirë, do kripet. Zyten shërbet, do ëmbëlsohet. Ambienti është kryesor, buka por e njëjta është. Por ka shumë rëndësi ambienti, sa kohë qëndron aty, dhe mos harrojmë dhe diçka. Jam dakord. Akademia, pedagogjia, universitetet kanë hierarki shumë të fortë. Ka një hierarki nga lart poshtë dhe ka një hierarki afatgjat me dekada.
nuk është diçka e thjerë, hyri dikush i ri, por është i fundit fare, docenti. Bëhet kështu Po ndonjëherë ka më dhe shef shtypse se sa departamenti, kjo hierarkia Po ka kryeministrit që dekan, ne e kemi po më ka qartë. rektor, po ka senat akademik, po ka ministri, borde me radhë. Pra nuk është kaq e thjeshtë kjo. Hyrët i pedagogët tash i mund të bësh dy. Jo. Kjo nuk ndodh kështu. Kjo ndodh nëse nga lart bëhet. Kjo s'ka rrugë tjetër. Nuk unë sado unë mbështes demokracinë nga poshtë lart, mbështet demokracinë nga poshtë lart që të zgjedhësh drejtuesin që të mund ta bëj nga lart poshtë. Po s'deshit drejtuesi, të jeni të bindur ju jo në Shqipëri, po as në Itali, as në Gjermani, as në Holland, as në Angli, as në Amerikë, pa dëshirën e drejtuesve, nuk ka për të bërë asgjë. Pra neve mund të themi sa dum që janë të lirë në Amerikë, janë të lirë sepse ju a lejojnë të jenë të lirë. Po duan t'ja heqin atë liri, ja heqin me njëherë. Ju kujtoj unë këtu për shembull se si shumë profesor të universiteteve amerikane u larguan dhe ju mbyll goja gjatë kohës Covidit. Pse? U dha urdhër nga lart poshtë. Prandaj ajo liri ju është dhënë. Patjetër unë mendoj që liria nuk është një drejtë esenciale e njeriu. Që kuptimin si oksigjeni, që e ke ti, dhe është e pashtershme. Dhe patjetër do marrësh shfrym. Për liri duhet luftosh. Duhet luftosh ti marrësh dhe duhet luftosh ti mbash. Se të mbasi ti ke fitu, mund të ti marrin prapë. Kështu që do luftosh në mënyrë të vazhdueshme. Problemi i narrativës është që këto janë të drejta të njeriu dhe drejta është e qëndësishme dhe ti lind me këto. Jo. Të drejtat duhet luftosh që ti mbash. Dhe duhet të jesh kurajos për ta bërë këtë. Dhe një herë kthehemi ke biseda. Këta të rinj kush i zgjodhi? Që u futën pedagog aty. Po të njëjta struktura. A i zgjodhen ato stafet më të vjetra? Pra ke një bias për zgjedhje që në fillim. Jo detyrimisht futen njerëz kreativ dhe në fundet, dhe ky është problemi i sistemit. Sistemi nuk kërkon njerëz kreativ poshtë. Poshtë ai kërkon njerëz që të vinë, trajnohen, të kuptojnë çfarë pune duhet bëjnë dhe të punojnë të gjithë zinxhir. Dhe nivelet e larta të sistemit janë ato që ndoshta mund të shtyhet kreativiteti. Po këto derisa të shkojnë këtu, pra këta kanë hyrë këtu, 1 duhet konformohen dhe 2 duhen 20 vjet ndoshta. Që të arrijnë nivelet e larta, të zëvendësojnë paraardhësit e tyre, pra çështja është do kohën e vet gjithçka. Ne në Shqipëri ja nisëm kësaj pune ndonjë dekadë përpara, mund të kemi nes kësaj pune. Dhe tash duam të kapim universitetet të cilat janë themeluar, për shembull kam studiuar në Universitetin e Bolonjës, është themeluar në 1188. Pra, ne duam të kapim ata. E qartë është apo? Dhe çfarë themi? Po këtu nuk duket se ka vullnet. Dhe çfarë na ka mësuar? Po s'ka, pse kujto se ka pas atje që në fillim. Po absolutisht, baronët e banin. Po baronët se ka qenë mesjet. Po betej ka. Domethënë perandori Barbarossa e ka themeluar universitetin. Që perandori. Ka qenë diskutimi drejtave, zgjedhjeve të tjera. Po absolutisht jo. Por ne kemi një problem shumë të madh dhe ja mësojmë fëmijëve. Ne e kanë mësuar ne dhe ne ja mësojmë fëmijë. Djegjen e etapave. Themi duhet të djegësh etapat. Problem madhor. Çfarë do të thënë? Etapat nuk digjen. Etapat do kalojnë. Shoqëria shkon në një evoluim. Nuk mund të shkosh nga këtu aty. Nga si ishte Shqipëria një asgjë në kuadrin akademik, ta çosh direkt Harvard. Nuk bëhet. Do një investim të vazhdueshëm, do një qëndrueshmëri të vazhdueshme investimi dhe të besosh në të. Kur ne themi kanë investuar këta ku diun sa para kanë investuar për kërkimin shkencor, një nivel qesharak parash, dhe tash me këto ne duhet dalim direkt ke 100 më e mirë në Europë. Jo. Nuk del dot. Do një investim të vazhdueshëm, do një aktim të vazhdueshëm, vullneti dhe dëshirash dhe parash. Se ka dikush që ka objektiv. Mbas një farë do ta kesh. Jo, sepse nuk i njekton para. Po të kishte objektiv do kishte njektu para. Po, kush është interesante. Ne se duke hyrë edhe pak te transparenca. Ne këtu në ekipin e qendresës ka filluar kjo puna për kërkimin edhe për transparencën financiare që u bëjmë universiteteve çdo vit. Edhe shikojmë se si i shpenzojnë parat universiteteve dhe kur e bëm këtë bisedë bashk, po i kërkoja ekipit që të më jepnin 2 shembuj nga Universiteti i Mjekësisë edhe për t'i komentuar patjetër. Pak bashk, edhe ishte shumë interesante që Universiteti i Mjekësisë tashmë renditet nga ato universitete që i konsideron kontratat që lidh me pra shërbimet që merr, i konsideron sekret tregtar. Do të thënë kjo ne pak na ka ndodhur. Na ka ndodhur vetëm në Universitetin e Tiranës, ku kemi shkuar në gjyq dhe gjykatësi ka vendosur që qendresa ka të drejtë, nuk mund të konsiderohet sekret tregtar
një le të them blerje detergjenti që ti bën tek një firmë e caktuar. Patjetër. Dhe është për të ardhur keq që këtë vit Universiteti i Mjekësisë ka nisur ta ndjek këtë rrugë, pra pak Universitetin e Tiranës dhe tani ne po diskutonim në zyrë çfarë mund të ishte, ta marrim një nga këto kontrata që është sekret tregtar brenda Universitetit të Mjekësisë. Edhe njëra nga kontratat është 360.000 euro për vendosje, heqje dyer dritaresh. Tani Universiteti i Mjekësisë konsideron sekret tregtar procedurën, kontratën për heqje dyer dritaresh. Tani, me që ju shëtisni në korridoret e Universitetit të Mjekësisë, këta vendosin karantinë, pra ju lën të shikoni ju kur një nga punonjësit heq dhe vet dyer dritare. Shive, këtu ke shumë drejtë që e shef, sinqerisht unë si staf akademik me pjesën administrative nuk jam intereson fare, për sa kohë ajo nuk prek pedagogjinë dhe nuk prek botën kërkimore. Sa ato janë sferat që neve jemi të interesuar. Që kjo gjë ndodh që atje ka godina me skela, me të rrethuara me radh, ka, po të shih në sekret i madh. Po mendoj që godinë për shembull, një godinë e cila është u dëmtuar nga tërmeti në 2019, që u la 5 vjet aty e paprekur. Po është sekret tregtar, nuk e shoh arsyen pse duhet të jetë sekret tregtar. Pra një njerëz që monton dyert aty duhet të rikështu ta mbuloj, ajo që mua më vë më shumë nuk është kjo. Pra, mua personalisht nuk po them që duhet të jetë kështu. Por si një situatë për shembull tjetër mund t'ja jap unë, nuk e di a e keni kap juve apo jo, që ka vakanca të mëdha pedagogësh. Dhe çfarë ndodh? Që do të thotë, unë jam shef departamenti, kam bërë kërkesë që para një viti kur hyra dhe mora këtë detyrë, kam 4 vakanca pedagogësh, 4 vende bosh. Një vit më pas, jemi në të njëjtën pozicion. Po si e kush do japi mësimin? Ky është problem. Një tjetër problem kush ishte, ju e dini se e keni ndjekur, që u dyfishu numri i studentëve të mjekësisë në vit parë. Pra ka 3 vite që është dyfishu numri mjekëve, i ndjesë studentëve në vit parë. A u dyfishu numri pedagogëve që do japim mësim tyre? Po numri sallave u dyfishu? Po numri bankave dhe istolave a u dyfishu? Si marrim mësimin këtë? Pra ajo cilësia nuk varet vetëm nga niveli i konkurrencës, po edhe kur vinë aty brenda pastaj ata kanë gjysmën e ofertës. Pse se stafi është i njëjti, ambientet janë të njëjtat, kaq janë, për dyfish më shumë njerëz. Në qoftë se ju mbani mend, jo mba pak ditë përpara, kryeministri mlodhi mjekët aty ke që sotoja, dhe një nga gjërat që u tha, do hapet edhe një fakultet tjetër mjekësi apo jo, në Fier. Dha ndonjë argument? Pse? Do shtoj ky? Do të zhvilloj jugun? Se mund të ishte edhe ky argument, do të zhvillojmë jugun. Stafin pedagogjik e ka atje, se duhet të kesh staf pedagogjik. Po mbarse personeli mjekëve që jep. Jo, do të jesh staf pedagogjik ka diferencë, duhet të kesh gradat. Ka ca rregulla pedagogjia, ka ca ligje që duhen ndjekur. Nuk ngjum as argument. Gjum kaq. Pra, nëse ne nuk ulemi dhe nuk kuptojmë që të janë gjëra serioze dhe afatgjatë, që dalësh mjek, do presësh të paktën 2 legjislatura kryeministrash. Ndron, ysa u ndron. Poshtë lumit në 6 vjet. 6 vjet mjekësia. Ka dhe 4 vjet specializim, bëhen 10. Shkojnë 3 legjislatura që ndrohen. Që do të thotë, një kryeministër me tjetrin duhet të ketë një qëndrueshmëri mendimi, jo vi unë e bëj kështu, vi ky tjetër e bën kështu, sepse kjo nuk krijon një moment stabil. Ama gjërat e thjeshta janë thjeshta. Kur studenti është gati, than pedagogu shfaqet. Po kur s'ka pedagog, ku shfaqet? Studenti shkon në shtëpi. Po tani shkoni shifni juve dhe shifni realizimin e orëve mësimore. Pra i raporti që bëhet sa ngarkesë mësimore është realizu për vitin e parë, vjet, si vjet, 4 vjet përpara, 5 vjet përpara. Dhe si është? Se stafi është po i njëjti. Si ka mundësi që ka përqindje po të njëjta? Kur studentë janë më shumë, do të thotë që o punojnë 2 fish më shumë pedagogët e si pagun njëri, o bëhet mësimi me 2-3 turne se sallat ato janë, ose bëhet me gjysmë orari dhe e merr fund fare efektin më të vogël e merr studenti. Pra, ne duhet jemi ke gjërat e rëndësishme, ke gjërat konkrete. Pse do ta them këtë? Se Universiteti i Mjekësisë, më parë Universiteti i Tiranës, ka pas situata shumë të vështira. Po mbase këta janë të zënë, këta që duhet të sistemojnë gjithë këtë
siklet të pedagogëve dhe të stafeve. Këta mbase janë të zëna me këto që ti i konsideron të thjeshta ose të vogla, po që në fund të ditës për aq kohë sa heqje dyer dritaresh. Ai është stafi administrativ, është i shkëputur nga ne. Po absolutisht, po unë e kuptoj këtë. Po gjithsesi këto janë standarde, sepse është i shkëputur nga ju, po auditorët që duhet të shtohen i kanë këta. Nëse disa nuk ka personelin akademik. 2 muaj i ka. Nuk e. Domethënë stafi tarifat vijnë nga këto para. Personelin akademik të miratuar kur ka boshlloj që se dikush doli në pension, se dikush ka dhënë dorëheqjen, dakor? Se dikush ka ndru punë. Këtë e ka të miratuar gati. Vjen nga granti i qeverisë. Po jam dakord, po ky ka legët, ky është shefi, nuk merret me personel akademik. Ai ka personel administrativ dhe çdo punë tjetër, siç po e thoni juve, po jo personel akademik. E cila, po absolutisht. Është ndarë me ligjin 2015, se s'do të bëjmë teknik. Po absolutisht. Dhe sinqerisht neve ana administrative as nuk e pyesim fare. As nuk duam ta dim kush janë. Nuk merremi fare. Jem komplet kanal ndarë dhe ky është problem vetë, Ky është problem vetë që këto s'komunikojnë. Këtë do pyesja, se ky është problem i madh. Ju mund ta konsideroni të ndarë dhe nuk pyesni, po është për shkak të ligjit që e ka bërë kështu? Për shkak të ligjit. Dhe për shkak të qasjes pastaj të këtyre stafeve administrative të parave të cilët nuk duan të lidhen në asnjë moment me ju. Sepse për shembull, se do ja sillja edhe këtë detajin tjetër, domethënë njëjtë edhe ceremonia e diplomimit konsiderohet sekret tregtar, domethënë është e paimagjinueshme se si mund të konsiderosh sekret tregtar ceremoninë e diplomimit apo heqje dyer dritaresh. E paimagjinueshme. Dhe pastaj them drejtën, të gjitha këto them drejtën tani po e dëgjoj edhe po kuptoj arsyen pse duhet të jetë. Ne në fakt jemi munduar ta kuptojmë arsye. Domethënë në mënyrë naive është që këta zotërin nuk duan të japin llogari. Po mbase këta zotërin kanë bërë diçka. Kjo thotë që ke diçka për të fshehur, patjetër. Për të fshehur, për të mos dhënë përgjigje. Megjithatë unë nuk dua të ndalem shumë te kjo pjesa e akademizmit sepse në fakt dua të konsumoj edhe disa çështje tjera së bashku me ju, edhe sigurisht që edhe sistemi shëndetësor është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ju e njihni mirë, qeveria Rama sapo ka emëruar në krye të kësaj ministrie një ministre teknike, e cila është Evi Sala, një profesioniste që duket lart poshtë, unë dëgjoj fjalë të mira për profesionin. Unë nuk jam shumë entuziast për këto ministra teknik, se në fund ditës nuk është aq teknike. Në fund ditës një teknik nuk e di çfarë do nuk do operoj në sallë. Një doktor nuk është aq teknike. Nga ana tjetër, kur shikoja se si vin, shikoja që ishte themeluese e një universiteti privat në vend, edhe elemente tjera, pra kishte qenë pjesë e disa pozicione administrative. Megjithatë, deputimi i saj i parë në komunikimin publik ishte disi problematik. Nuk e di për shkak të emocioneve apo jo, por gjithsesi ajo bëri atë lapsusin e radhës ku gjithçka është e mundur derisa bëhet e pamundur, por që është një lapsus që shkon me politikën shqiptare, sepse politika shqiptare përfaqëson eksaktësisht këtë, që gjithçka është e mundur derisa politika vjen dhe e bën të pamundur. Ose ajo është më politikane se që merrni parasysh dhe gjithë njerëzit u morën me atë pjesën aty. Dhe nuk u morën me përmbajtje. Cila është përmbajtja? Çka do të thotë? Do të thotë që nuk është e vërtetë që ajo ka një CV shumë pasur dhe patjetër e uroj e përgëzoj për këtë. Po nga krau tjetër ka dhe një prerardhje. Gjithë ne kemi një prerardhje familjare. Gjithë ne vim nga diku. Dhe ne jemi të qartë se ku është kjo prerardhje. Është një ose patjetër e mirë e situatave dhe konjunkturave politike, korridoreve, pavarësisht se nuk lexohet nga CV-ja ajo. Po të merrni dhe CV-n time, nuk do t'i dini këto gjëra, do t'i dini vetëm po folëm bashkë. Njëri element dhe dyti element, ai nuk është thjesht një universitet privat. Po është drejtuese lart e një prej kompanive që menaxhon një nga koncesionet shëndetësi. E cila është? Koncesione dializës. Dakor. Që do të thotë që është një nga problemet madhore që po gjykohen nga organet e drejtësisë, nga SPAK-u e me radhë. Nëse e drejtuese lart një kompani të tillë dhe ministri shëndetësie do duhet ta ndash shumë mirë këtë konflikt interesi, se pyetja është e madhe, mos ndoshta të vunë këta për të marrë ndoshta një fet dhe më të madhe nesër, prandaj ja them, nuk është aq teknike sa ç'duket. Do ta gjykojmë gjatë rrugës, nuk mund ta paragjykojmë tani. Por fakti që është drejtuese lart një kompanie që ka një prej koncesioneve kaq shumë përfolura në shëndetësi, na bën një moment
qëndrojmë moment shqyrtimi, pra nuk jemi kaq, erdhi një profesoresh nga jashtë, teknike, jo, nuk është ashtu. Megjithatë do ta shohim rrugës. Pjesa e emocioneve mund të jetë njerëzore. Jo, nuk e lidha për të komentuar lapsusin, po lapsusi ishte eksaktësisht ajo nga çfarë vuan realiteti politik shqiptar. Po në fund fare ditës, veprimet kemi neve në kurriz, jo fjalët. Se mund të jetë një njeri që s'di të flas fare, dhe ka drejt edhe një person i cili për shkaqe fizike është me mec, të jetë ministër, se nuk e ndalon ligjit, po të jetë i Zotit bëj politika për ta zhvilluar këtë vend. Dhe pastaj kemi disa njerëz tjerë që na bëjnë këto, po janë ta kesh mendjen këtu ti, po, dhe ndërkohë ne nga poshtë rrjedhin gjërat. Pra, kush do të ketë kujdes? Po ne do të kemi kujdes, opozita do ta ketë kujdes këtë. Intelektualët e vendit do ta kenë kujdes, nuk mund të themi tash që njerëzit e tjerë të rinë dhe të merren ata dhe të mbajnë sy të hapur se çfarë po ndodh. Njerëzit duan të shkojnë fëmijët në shkollë, të shkojnë punë, të gëzojnë jetën, takojnë familjar, takojnë shoqëri, çojnë një jetë dinjitoze përpara. Kjo është detyra jonë. Detyrën dim ta bëjmë. Kemi treguar që dim të vëzhgojmë mirë këto lloj elementesh që ti çojmë para drejtësisë. Ishte interesante kjo, unë nuk e kisha këtë informacion, edhe sigurisht që vlen për ta bërë analizë, sepse kur një ministër merr detyrën do duhet i bëhet një analizë edhe sigurisht edhe në këtë betejën midis, për shembull mua nuk më tingëlloi mirë që në betejën midis publikes dhe privates, kur shikoja që kishte një bashkëthemelues e një universiteti privat, ndërkohë që për një kohë të gjatë në fakt në vendin tonë arsimimi i mjekëve ishte një domen i pathyeshëm i shtetit dhe mendova sa e brisht është bërë. Në fakt sot kuotat e privatit plotësohen përpara shtetit, kur shikoja këto stomatologji edhe po ndiqja disa regjistrime, ndërkohë që kushdo shtyhej për të zënë një vend të arsimojë mjek në publike, tashmë privatja ishte duke i plotësuar kuotat përpara le të themi publikes dhe është një lloj triumfi. Jo, nuk ka lidhje me unë këtë nuk do e kisha problem. Që ka privat, që ka publik, secili bën ofertën e vet. Pyetja është, a është dëshira për ta rënë? Pyetja është e tillë. Si mëdhënien në universitete shtetërore apo jo? Po pyetja ime është e tillë, domethënë privatja është duke plotësuar një shërbim të munguar të shtetit apo është duke prodhuar një ekselencë mbi atë që prodhon? Jo, nuk ka ekselencë, jo. Për ekselencë jo. Ekselencë jo, sepse ne i vëmë re kur ata vinë edhe bëjnë konkurset e specializimit tek ne. Nuk është se ne vëmë re një hap shumë më përpara, jo. Aty janë, për sa i përket kësaj pjesës formimit. Ka interesa financiare mbrapa, kjo është e qartë. Besoj. Një universitet privat ka drejtën e vet, do thotë unë biznes jam. Është krejtësisht normale, ne mbështesim biznesin. Nga ky drejtim. Po kjo s'do të thotë që universitetin shtetëror ta lësh për tokë. Sepse fuqizojnë ato. Fuqizojnë sepse janë në konkurrencë, po ta kesh një universitet fort, ta garantojnë që s'ka shans universiteti privat të arrit mbaj veten aty dhe kujtoj që shumica dormuese ma përmendë shumë qartë. Kanë stomatologji, kanë infermieri, po kaq shumë infermieri duhen në Shqipërisë. Po këto kuotat nuk numërohen, pra ne hapim rreth 4000 vende infermierësh në vit. Ndërkohë që gjithsej infermierët që punojnë në gjithë Shqipërinë janë 12600. Pra për 3 vjet nga 4000, për 12000 dolën pension gjithë parët dhe i fute këta në punë dhe pastaj këta 3 vjet do punojnë se do vi 12000. Absolutisht. Ky është treg për të ikur. Këtë bëjnë qëllimisht për të ikur dhe nga ca interesat ngushta që të mbijetojnë këto universitetet me to taksat e këtyre studentëve, po le të ikë rinia. Pra, ky është një interes antikombëtar. Qofse ne duam të bëjmë gjërat siç duhet, ne të shohim interesat kombëtare dhe më lejoni të kthem edhe një moment mbrapa ke zonja, ke profesoresha që tash është bër ministre shëndetësisë. Kujtojmë se është imazheriste, ka pas pozicione drejtuese në këtë fushë. Kujtojmë që gjatë kohës Covidit ne kemi pas mjek dhe infermier pafund që na kanë ndihmuar. Me intervista, me WhatsApp, me trajtime, me këshilla, me duke thënë që shif se këtu në Francë, këtu në Gjermani, këtu në Itali, këtu në Amerikë, po mundohem bëjmë këtë, po shohim atë. Pam një kontribut të çfarë do të tipi nga kjo zonjë, sepse mjekësia është vokacion. Pra nëse ke këtë vokacion për shëndetësinë shqiptare, dikur duhet ta kishim parë gjatë gjithë atij profili mjekësor kaq gjatë. Dikur këtë vokacion për shqiptarët ne do ta shifshim. Jo, ne pam të vi figurë lart një kompani private, koncesionare,
Dhe këtë vokacion kishte zonja. Tashti do ta shohim nëse ajo do vazhdoj këtë vokacion apo do kthej në ky krau tjetër. Do ta gjykojmë. Mbasa kjo është edhe arsyeja që është reklamuar si shumë teknike për të mbajtur pa përgjigje disa nga këto. Mbaje mendjen këtu. Unë kam edhe një pyetje të fundit në çështjet e mjekëve dhe edhe kam përshtypjen që është çështja më që i rëndon më shumë qytetarëve shqiptar, që ka të bëjë me korrupsionin në mjekësi ose me atë çka paguajmë ne mbi atë çka në fakt duhet na jepte kushtetuta si mjekësi falas. Edhe kur bëhet fjalë për pagesat, qytetarët shqiptar paguajnë 60% të vlerës nga xhepi në krahasim me atë që do duhet të paguante shteti. Mirpo, ne shpesh jemi gjendur në këtë. Me kolegë aktivistë kemi protestuar edhe kur ishte skandali onkologjik edhe elemente të tjera. Mirpo, kam vënë re edhe në atë që është publike, domethënë edhe tek qytetarët, ka pasur një lloj tendence për ta amnistuar korrupsionin e mjekut. Gjithandej kur mbas edhe për shkak të halleve që i zinte qytetarët, po thonin gjithmonë që po mjeku nuk doroj me rrogën. Edhe kishte edhe një lloj sensibiliteti edhe tek qytetarët, ishin të hapur që mjeku mundet të paguhet edhe duhet të jepet diçka. Nga ana tjetër pyetja për mua ka qenë e njëjtë, po pse duhet të jetoj me rrogë mësuesi? Pse duhet të jetoj me rrogë polici? Pse duhet të jetoj me rrogë dikush tjetër që bën një profesion të nderuar edhe por ne e kemi amnistuar dhe duket që ky amnistim e ka rritur urinë e mjekut edhe për të abuzuar pasaj me këtë. Po. Shumë e drejtë. Jo, kjo është plagë e madhe. Nuk është diçka e vogël apo e lehtë për t'u fol. Po ta shohësh, Europa lindore e vun gjërësisht këtë. E vun dhe Shqipëria, po e vun Europa lindore. Dhe në 2014 ka qenë një profesoresh rumune që mbrojti një temë doktorature në Maastricht për pagesat informale në mjekësi në Rumani, patjetër se do flisë për Rumani. Ku na shpjegoi shumë qartë, aso kohë kam qenë pedagog i jashtëm atje dhe isha pjesë e stafit dëgjues, jo komision, po thjesht ishte diçka që mua më intereson me të vërtetë, tipo më kthen aty. Ku e thonë ekziston një trinom i të bërit gjoja. Trinomi është shtet, qeveri, personel mjekësor dhe njerëz, publik. Qeveria bën gjoja sikur i pagun mjekët, sepse din që këta do rrumbullakosin. Mjekët pranojnë këtë kontratë dhe bëjnë gjoja sikur po të binden ty si qeveri se e din që do rrumbullakosin këtu. Njerëzit e din që kjo qeveria nuk i pagun siç duhet dhe rrumbullakosin, dhe ky trinomi në mbrapshtësinë e vet funksiononte. Pra ishte një trinom stabil, tregon që është një nga format më të forta gjeometrike. Nuk lëviz, nuk është katror, është trinom. Dhe shpjegonte ajo që në momentin kur Rumania tentoi të bënte diçka që bëri dhe Shqipëria e bën masiv faj është i mjekëve. Pra u prish kjo lidhja këtu dhe vën publikun kundër njerëzve, trinomi bie shëndetësia. Pra idealisht kush do ishte? Idealisht do ishte që ti mos bësh gjoja o zotëri. Ti secilit për një punë denj, ti japësh një pak denj. Patjetër do japësh një pak, po një pak denj. Ti bësh kalkulimet ti, janë politikat e tua, janë mundësitë e tua ekonomike, s'diskutohet kjo. Por do japësh një pak të denj, që në mënyrë që mos ketë nevojë, pse kujtoj unë, që ka mjek që punojnë vetëm sistem privat. Po, e vërtetë është. Keni parë korrupsionin aty? E vërtetë është. Ka mjek që punojnë hakun që mendojnë se duhet marrë. Ka mjek që punojnë për organizatat e Kombeve të Bashkuara. Keni parë ju korrupsion aty? Po të njëjtën mjekën. Po të njëjtë shqiptar. Ka mjek që hiqin fare nga Shqipëria, shkojnë në Gjermani, punojnë atje. Keni parë juve që të korruptohen ata? Po ta njerëz janë. Problemi janë dy. Është ambienti dhe është mosndëshkueshmëria. Pra ambienti kush është nuk të garanton ty një jetë denj. Unë ju thash pak më parë që 61% e mjekëve të rinj nuk paguhen për 4 vjet. Si do jetoj? Sepse ka një gjë, korrupsioni nuk fillon dikush dhe fillon merr 5.000 euro. Ditën e parë 5.000 euro në xhep. Tash ndoshta mund ta bëjnë drejtor, tatim taksash në kadastër në gjë, po jo një mjek i ri, 24 vjeç. Fillon me 2.000 lekë. Ne kemi një shprehje në Shqipëri dhe kjo e thot fukarallik mas karallik. Ti e lën këtë parrok 4 vjet, e lë pa mundësi që ky të paguaj për jetën e vet, pa mundësi që ky mendoj ky për një familje as bëhet fjalë, domethënë ky bëhen fjalë vetëm të hajë dhe të flej. Pra nuk janë as kushtet e sklavit. Se sklavo pronari, po pse 2.000 lekë? Sklavit i jepte një tezë, një tendë dhe jepte për të hëngër. Se përndryshe në vdiste sklavit nuk punonte më.
Ta as këtë s'kan, as një mens apo një konvikt. Atëherë do mora 2000 lekë si kartë monedha më e vogël që kemi në Shqipëri. Kuptoj. E kupton, po. Se nis nga pak, domethënë për shkak të kësaj. Maskarallek, si do jetoj tjetër? Më shpjego mua si jeton sot në Shqipëri, në Tiranë, se specializimi bëhet në Tiranë, si jeton në Tiranë, një djalë apo një vajzë 24-25 vjeçë që nuk merr asnjë pagesë për 4 vjet dhe duhet paguajë edhe taksat e shtetit që janë rreth 1.200.000 lekë, më duket, për specializantët. Mund të jetë diçka më shumë se 1.250.000 lekë në vit. Është detyruar të shikojë nga duart e njerëzve. Punë në privat ja ke ndaluar, se ja ndaloi shteti. Punën dhe privat dhe shtet, ja ndaloi shteti tashti. Çfarë do bëjmë? Dy dur për një kokë, thot pastaj ajo fjala. Tashti çështja kush është? Paguaj siç duhet atë gjithë. Pse 39% i pagun ti, 61% nuk i pagun. Ta paguan me 80% të rrogës mjekut familjes, si ligj. Po jepja më të gjitha, apo punojnë 8 orë në ditë këto? A thuhet që ligji shqiptar nuk lejon punën pa pagesë? Jepi pagesën. E parë. E dyta, ngreje pagesën aty ku duhet. Në kushtet që një mjek të jetojë me dinjitetin e mjeku, një mësues të jetojë me dinjitetin e një mësuesi, apo jo? Nëse këta vazhdojnë dhe bëjnë numra mbrapa, atëherë fillo dhe prej duarti, sepse ka dhe të pandrejshëm. Shiko, se këtë do thoja. Por ma lejo. Vetëm në vitin e fundit, unë mora në telefon familjarët në vitin e fundit të largët që kanë bërë ndryrje ose jo. Edhe këto tarifat në për spitalet e vendit, vetëm posteri mungon. Se të gjithë e dinë sa janë. Edhe po shikoja, do me thënë, qepje ligamentin në gjuhë, 350 euro i kishin thënë në publik. Me thënë, lindje cezariane, 600.000 lekë do të vinë. E kishin të ndarë atëra, kaq. Heqje mitrës, 700 euro. Dhe tani, po bësh atë unë pak su si Erman Mamaqi që i bënde llogarin Zamirit. Ore mua më dilte që minimumi merrte 15.000 dhe mund të shkonin deri nga 60.000 euro muaj. Tani më fal. Ore unë jam për të arritur pagën, po 60.000 euro nuk ja bëjmë dot, as 15.000 euro s'ja bëjmë dot. Domethënë po shikoja Gjermani, 8.000 euro, 9.000 euro bruto ishin. Dhe sa po të thoja që çoje ti nivelin e pagës denj dhe nga ky moment absolutisht kush abuzon do e largosh, mos diskutohet. Ka qenë një anekdotë e vjetër, ma tregonte gjyshim me Napoleonin. I thot generalit do pushtojmë Europën. Dhe ky thot si ta pushtojmë, kemi gjithë generalet e korruptuar. Sa i ka korruptuar Anglia, ca Spanja, ca Prusia, ca Rusia. Thot 3 fishor rrokat. Hajde mbas 3 muaj. Vjen mbas 3 muaj thot 30% janë kthy, por 70% prapë të korruptuar. 3 fishoj prapë ta gjithëve, edhe këtyre dhe atyre. Hajde mbas 3 muaj. Thot 70% janë kthy, tha jam e ne besnik. 30% tha. Tani pushkatoj. Dakor? Pra ka një nivel që shteti thot deri këtu mbri unë, dhe nga ky moment jo, s'ka shans. Po këtë e marr përsipër unë si sistem shtetësor, nuk mund ta marri dot nga xhepi i pacientit. Kam frikë se jemi të kënaqur me trinomin. Jo, nuk e ke se është prish trinomi. Në Shqipëri po instalohet mjekësia protektive, është prish trinomi me kryeministrin që shkon ke onkologjiku. Po dhe thot fajin e kanë mjekët dhe infermierët. Ato kanë fajt e veta dhe ti ndjekin. Merr me veta dhe publikun. Po ilaçe nuk blen mjekët dhe nuk i shpërndajnë territor mjekët. Pajisje mjekësore nuk blen mjekët. Specializime dhe ndarje mjekësh në për territor prap nuk e bëjnë këta, e bëjnë qeveria. Tashti neve duhet të kuptojmë që o i bëjmë gjërat, themi se po bëj shumë proverba sot. Peshku qelbet nga koka thot populli. Po janë thjeshta gjërat. Ti si doni pari. Dhe shteti shqiptar nuk do. Pse? Shpenzimi publik në shëndetësi, mbas 12 vitjes qeverisje Rama, është 2.78% e prodhimit brendshëm bruto. 5% është dyshemeja e këshilluar nga Bashkimi Evropian dhe OBSH-ja. Dhe në fakt 5% që dhe premtimi i Edi Ramës në 2013. Sot mas 2.78%. Mjekësia nuk është falas, mjekësia kushton. Thjesht kush e paguan është çështja. Si ilaçe do blihen, pajisje do blihen, rrogët do paguhen. Uji, dritat, pajisjet, stafi. Në dhjetor quam amendament neve për buxhetin për 2025, tham ta bëjmë 5% shpenzimi i shtetësi. Që në fakt ishte premtimi i Ramës, siç kërkojmë ne për arsimin. Siç edhe arsimi ishte 5%. Votuan kundra. Partia Socialiste deputetët votuan kundra premtimit vet. Pra do të thotë, nuk është dëshira për të bërë kjo. Dhe është dëshira për të mos marrë asnjë lloj përgjegjësie
shteti, atëherë fajin e kanë këta. Kur ky trinom prishet dhe është duke u prishur, do instalohet ajo që quhet mjekësi protektive. Mjekësia protektive tashmë është instaluar në shtetet të avancuara si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mjekësia protektive është ku mjeku nuk të prek me dorë, pa qenë i sigurt nga ana ligjore që është në rregull. Dhe nuk të jep mendim, siç japim ne me telefone me radhë. Po këtë do e vuj pacienti fund fare. Fund fare çdo gjë e vun pacienti, jeni të bindur ju, nuk e vun as qeveria, nuk e vun as personeli mjekësor. E vun pacienti. Pra, s'ka mjekime, po ku ta gjej, se ta bën pyetjen dhe ti ke detyrim të thosh, ore s'ka, po ku ta gjej thotë ai? Nuk e di. Do të thotë përgjigje mjeku. Po kjo analiza, se ka analiza ju e dini për shkak koncesionit laboratoreve, mazatës ISTCA, mbarojnë. Të pyetej ku të shkojnë, nuk e di. Ku dush. Sepse nëse ta thot rrezikon të vi shtetit, rrezikon që është mjeku në gabim. Atëherë jo. Ky ilaçi që është në protokoll mungon. Stop. Nuk të trajtoj dot. Po pas kemi punë. Kjo është mjekësia protektive dhe ky është një problem madhor dhe po instalu mjekësia protektive, siç instalu shumë shtete të zhvilluara, ne do kemi probleme madhore. Do kemi probleme madhore me sigurimin e profesionit mjekut, që akoma s'ka hy. Po tenton të hy sigurimi i profesionit mjekut. Kur ky sigurim të hy, unë kam një kolegun tim, obstetër ginekolog në Shtetet e Bashkuara, që më habiti tha, si vjet nuk do punoj më mjek. Pse jo? Nuk përballoj dot sigurimin. Është aq i lartë sigurimi, sa që s'ka kuptim që unë punoj. Kam filluar një punë, kishte nis një sipërmarrje, kam nisur një punë jashtë sektorit shëndetësor, sepse unë s'mund ta përballoj. Pra, duhet kuptojmë një diçka, që është sistemi brish dhe sistem dinamik. Dhe këtu duhen politika të rëndësishme. Dhe jo çdo vend i gjan një vendi tjetër. Absolutisht. Dhe kjo nuk funksionon. Shikoj, ka një gjë të thjeshtë mjekësia. Problemet e vështira nuk kanë zgjidhje të lehta. Problemet e vështira kanë zgjidhje të vështira. Shumë e qartë kjo, pra nuk është se vjen, ja, ky është problemi. Po the kështu do të thotë që s'kupton asgjë ose s'dëshiron ta bësh. Prandaj këtu duhet një kombinim profesionistësh, shoqërie civile, politikan bërjes dhe financuesësh. Pra duhen të gjithë elementet bashkë. Po mirë, pas kemi punë për të bërë dhe kam frikë që jemi larg. Në këto 5 minuta, 10 minuta që mund të kemi në për këtë. Kam frikë që jemi larg si shkoj. Jemi larg si ka dëshirë. When there's a will, there's a way. Unë kam një rubrikë që e bëj shpesh me të ftuarit e mi, që i paraqis disa imazhe dhe tentoj që ti japin disa zgjidhje. Edhe në rastin tuaj, unë jam i sigurt që në kuptimin që ju nuk jeni ai mjeku që jep recetat në fund ditës, po gjithsesi politikisht unë kam përgatitur një recetë mjekësore, dhe i kam vendosur politikanët kryesor të vendit, nëse ju mendoni se do të lidhet kjo recetë mjekësore me dikë, po duhet keni kujdes se nëse i lidhni, le të themi, disa doza të njëjtit politikan mund të marrin për mjek që bombardon me doza, edhe në fund mund të lesh dikë të shëndetshëm pa e... Mund të jetë dhe protokoll. Kështu që unë po t'jap silolapsin. Mund të jetë dhe protokoll. Edhe po t'jap edhe recetën. Dhe po them, kjo është receta e parë ku dozë intensive transparence do duhet t'japësh dikujt nga politikanëve që është rreshtuar tek fotot e vogla të cilat kanë, janë le të themi liderët të cilët kanë dalë kanë performuar në këto zgjedhje dhe janë disi parlamentar. Por unë dua di emrin dhe i kam sjell të gjithë këta si pacient tek klinika juaj dhe dua di kujt do i jepni dozën e intensive transparencë. Transparenca ka detyrë gjithmonë qeveria, kjo është detyrë. Është detyrë. E ka absolutisht, duhet ta japi qeveria transparent. Tash kujdes se ka një element që duhet ta themi përpara se të hyjmë kështu emrin. Po. Që vlen për të gjithë. Po. Pacienti nuk trajtohet nëse nuk do. Shiko, kam folur unë me këta dhe i kam sjell tek duan këta. Po duan. Pra Rama do të shërohet. Gjithsecili nga këta. Në të vërtetë keni ju që Rama dëshiron të shërohet. Rama mendon që ne të gjithë tjerët jemi të smur. Po mendojnë që është i shëruar, dëgjoj. Shiko, ka qenë tjetër personalet. Shiko, kjo është fikse që Malini mua këtë negociat. Që thot, kujdes në autostradë pa sepse ka hyrë njëri kundravajtje. Dhe ndërkohë një që po dëgjonte thotë çfarë thot kjo radio, tha janë të gjithë kundravajtje këtu. Se ai që po bën këtë nuk e kupton ku është ai. Ai është out nga realiteti. Ai mendon që ne të gjithë tjerët jemi jashtë realitetit. Po. Megjithatë, dozën intensive po ja çojmë Ramës. Po transparencën e ka detyrë absolutisht gjithmonë qeveria, kushdo qoftë qeveri. Apo pushtet, se mund të jetë pushtet vendor.
transparencën, ku janë lekët, E vërtet. për çfarë harxojnë, siç Interesant. çam thatë ju, sekret tregtar, më thatë pak më parë, sekret tregtar për shpenzimet shëndetësi. Kush e ka detyrën e transparencës? zot? Ose Ai që ka fuqinë. receta e radhës është për një farë forme detox. Pra ti po më jep ilaçe, po më thu, kë ilaç do Kë jap ilaç filan do vetë. japësh filanit. E pa, kjo është Detox nga pazaret politike. detox pazaresh. Po. I fundit. Absolutisht Ilir Meta. Ilir Meta. Me sa e shoh unë, jo, shive, unë po t'jap, duke qenë dhe se si di emrat e ilaçeve që do m'japësh, unë po t'jap ai që ka përqindjen më të lartë Më nevojës. të lartë nevojës. Se Po kanë se disa mje- këtu mjeku atë nevojë. shpëton, Po kanë më thej shpëton. që s'duhet t'ja japim gjithëve, se kanë disa nevojë këtu për më veç nga pazaret politike. Kush mund të jetë? Që kanë nevojë tjetër, Po. po patjetër dy kryesorët. Pra, Edi Rama dhe doktor Berisha, sepse kanë qeverisë vendin 35 vjet. Neve të jemi të qartë që këto gjëra ndodhen, besoj se po themi në gjë të çuditshme. Ilir Meta po ashtu, po ky është kryesori për mendimin tim. Se shive, gjithmonë E vendosa, po e ndajmë dozën si ta në them unë? tresh sipas peshës. Më shumë Ilir ai Metës. që bën kështu është ai që bën më shumë pra, që nga interesante. unë mund të bëj pazar me këto të mesit, bëj dhe unë pazar, bën dhe ti pazar me këto të mesit, po ky bën dy fish, se bën dhe me ty dhe me mu, apo jo? Po. Ky është mes. Se ka dhe një gjë shumë bukur, shive se çka konotacione kemi ne dhe të gabum. Qofse fjala në këtë rast është vjen nga turqishtja, po ne përdorim rëndom fjalën pazarnish. Po, po. Shqip. Kështu mund ta themi që është fjalë shqipe. Kur është fjalë shqipe ka konotacion negativ. Kur është fjalë perëndimore ka konotacion pozitiv, negocim. Negocimi është pozitiv, negociata për paqen. Nuk thot njëri pazar për paqen apo jo. Por është një fjalë, negocim do të thotë Transakcion. të bësh Po. pazar, Pazar, po. po në gjuhë latine, jo në gjuhë turke. Shumë interesante kjo. Po dukshëm e pas kemi keq përdorur ne. Pra, Mira atëre, Ilir por Meta, Rama dhe Berisha patjetër këtë e dozën ka këtu që nevojë sa një po më detox the, për megjithatë un kam edhe një shurup të kundër shprehjes së forcës. shurup kundër shprehjes së forcës. Tash këto duhet ma shpjegosh çik tash, se do të bëj dhe pyetje, se më vjen diagnozën, unë mos ta kem të qartë. Shiko, mua po më pëlqen si doktor edhe mendoj që i kam sjellë në vendin e dur gjitha politikanë, kështu që bëhet fjalë për ata të cilët ne shpeshherë kemi parë në politikën e vendit tonë që forca ka prevaluar aty që është debati ose Po thua forcë fizike. forca fizike dhe dhuni. Po mirë, Edhe nëse dhuna, është s'po kuptosh çfarë Po, lloj po. force. Po, unë mendoj që një figurë e fortë edhe nga qëndrimi i fjalës, se unë mund mos bi dakord nga ana politike me disa njerëz. Po me koherencën unë jam dakord, pra kur dikush ma një linjë, dhe këtë linjë ka nga fillimi deri në fund, po është përforcos, absolutisht të ndoshë. Këtu do i qëndroja, burr malsor që i qëndron asaj fjalës vet, po e ka thënë e bën. Ky është parimi im, pastaj se kisha një paralel gjatë jetës shkollë. Se pastaj çka thot, qëndron, a jam dakord apo jo unë me atë çka thot, kjo pastaj është çështje tjetër. Kemi një recetë tjetër. Kur hipertensioni nga humbja. Pra të ka hipur tensionin, zakonisht bind fikët nga humbja. Po kam përshtypjen që ka të bëjë më shumë me këtë po, nevojën që dikush ka nga le ta humbjet lëm. e një pasnjëshme, më kupton? Ose domethënë si ta Po mirë, këtu patjetër ka edhe këtu, mi ka dhënë shumë thjeshta këto. Vërtetë? Patjetër Sali Berisha. Janë shumë thjeshta, se tjerët nuk kanë pas humbjet të tipit. është interesante. Pra Partia Demokratike ka pësu disa humbje njëra pas tjetrës. Ka tu forcat e reja politike që s'mund themi që ka pas disa humbje, se sa themi dot. Edi Rama që i merr zgjedhjet ashtu siç i merr me parë me të fortë, me tjera, por i merr. Na takon neve pastaj. Tash ma jep edhe mu një dozë nga kjo. Mehmeti, unë mendoj që ti je një mjek vërtet i përgjegjshëm. Ma jep një dozë dhe mu nga kjo tash se pjesa ati, ambienti jam dhënë. Është interesante sepse po të kisha vënë dhe ty do ishte më e vështirë pasaj për të suplement bashkëpunimi. Kush ka nevojë që të rris pak të dozën e bashkëpunimit në politikën e vendit midis këtyre liderëve politikë që un kam paraqitur për ju. Absolutisht të rinjt. Të rinjt, ëh? Të rinjt, sepse unë shive, që në fillim, tash mbi një vit e sa përpara, që kur fillon të propozoheshin, unë vazhdoj dhe mendoj fort që ky vend
vun nga i korrupsion financiar dhe moral. Jo vetëm financiar, po dhe moral. Që do të thotë gjithë këta figura dje me vajza të rinj që nuk karakterizohen nga korrupsioni moral dhe financiar. Paktën tillë janë perceptuar, sepse brendësitë e shpirtit të gjithë secili nuk i njohim, duhet ishin bërë bashkë. Kur flet për të rinjt, e fut edhe Agronsheh? Po Agronsheh nuk është aq i ri, politik nuk është. Okay. Pra ka kriju një forcë të re politike, por nuk është krejt i ri. Pra ka qenë 8 vjet deputet i Partisë Demokratike. Si forcë është forcë e re, por ai vetë, po, kështu që mendoj që këtu do kisha suplementi të rinjve mund këtu do kisha, po, do ishte e ndame ndër 4 vet. Pra, po i marr në rend siç mi ke vendos foto, zoti Agronsheh, zoti Arlind Qorri, zoti Adileti Klapa dhe zoti Endri Shabani. Këta dy të fundit tregun një lloj bashkëpunimi njëri me tjetrin, pastaj mbrapa kuptum që ishte si përfaqësor, si bashkëpunim, kështu që unë këtyre do ja leja. Sepse kur thua diçka që duhet ta bësh, duhet ta çosh deri në fund. Dhe këto patën në fillim paktën një dëshirë. Kështu që si pacient e patën një dëshirë për ta marrë këtë suplement. Vërtet është. E do ja lija. Kjo kam shtypjen është pak e thjeshtë, edhe duket si pyetje e drejtuar, po ka të bëjë me vaksinë kundër propagandës. Po efekti anësore të vaksinave kundër propagandës janë zakonisht humbja e pushtetit. Edhe kur themi me humbjen e pushtetit, to dukshëm njerëje ka pushtetin. Kështu që tash na kthehemi prap, tash doktor unë ta sova, po po e plotësoj vetë. Më i somuri ka nevojë për më shumë se sa një ilaç. Kështu që këtë rast absolutisht sërish Edi Rama është diskutohet fare. Kjo pa është pak e vështirë dhe e dhimbshme për politikanët e vendit tonë, po megjithatë unë ju si mjek mundet që të sugjeroni dikujt të rreqe nga politika për shkak të humbjes së aftësisë përhershme për punë. Nga këto këtu të rreqe nga politika vështirë është që të thush dikujt. Mund të bësh dëm më shumë se sa mund të bëje dobi si mjek. Jo, e vështirë është të thush sepse shive. Politika është një lloj, si ta them, është një lloj energjie. Ka rreth rrotull. Ke një lloj aftësie për të marrë me këtë, apo që të kërkon. Sot të kërkon. Pra politika, e tham fillim fare, të kap, të prek, të kërkon, bëhet diçka e me radhë. Unë do thoja ridimensionim, po jo tërheqje. Tërheqje do thotë zhdukesh, oblivion, të harrohesh, të largohesh. Atë por e korrektoj këtu. Po, ridimensionim absolutisht. Kjo na takon neve në Partinë Demokratike. Do një ridimensionim. Pra, gjërat që funksionojnë shkojnë përpara, gjërat që nuk funksionojnë mundohen të bëjnë ndryshime. Ky është parimi i qartë i pastër politik. Pra, doktorit Berishës i bie të ridimensionohet. Po, absolutisht po. Unë mendoj që kemi nevojë të madhe informative. Jashtëzakonisht e nevojshme. Antibiotik kundër premtimeve boshe. Tani unë kam përshtypjen që këtu është kështu mirëndit se nuk besoj se i shpëton dikush. Tashti unë shoh që këtu ke vënë vetëm forca politike që kanë prezencë parlamentare. Po. Se ka një lloj valence politike. Se neve kemi parë për shembull premtime boshe të dhënë nga forca politike me programe qeverisë që kur e dim që kurrë do fitojmë, se programet qeverisë duhet t'i japë dikush. Tu premtimet boshe në mënyrë absolute i ka dhënë Edi Rama. 2013 të ka thënë do të sjell ujin e pishëm dhe do të bëj legalizime të falas. Për këto dy gjëra ka thënë, do jem unë dhe vetëm unë përgjegjës, apo jo. Dhe tani për jemi në 2025, qofse ke shkoni në shtëpi dhe keni ujë 24 orë të pishëm, jo të përdorshëm. Jo nga pompa e ujit, jo nga depozita e ujit, po nga rrjeti, qofse keni, është në rregull ai. Qofse s'keni, pastaj është gabim. 5% e tham që do bënte për arsimin, 5% tham që do bënte për shëndetësinë, as këto si bëri. Premtim bosh është dhe kjo çështja e Bashkimit Evropian, sepse po hapim kapituj etj. Kujtoj që Bashkimi Evropian do veprimet e tuja. Po, se si ti qëndron me vlerat europiane, nuk ka lidhje se çfarë i thua ti njerëzve tu. Kur e gjatë, sepse ka një listë gjatë premtimesh boshe, po mos ta harxojmë kohën me të se. Se shpresojmë që ky antibiotik do e bëjë. Çka më thonë gjithmonë është kjo, e dim shumë mirë kush është Edi Rama. E dim shumë mirë kush është Partia Socialiste, çohuni çuna krijoni alternativën.
edhe pak minuta na ndaj nga përfundimi i 60 minutave që kemi realizuar së bashku, kështu që unë jam i detyruar të bëj edhe disa nga pyetjet e fundit të cilat unë kam përgatitur dhe mund të jemi pak më të shpejt. Dy javën parë parlamenti e mori formën e vet. U hulën të gjitha aty, edhe unë do doja të pyesja për ju çfarë përfaqëson ky parlament, duke ditur që ju jeni një nga individët më të votuar. Do thënë ju keni marrë 18.000 vota në këto zgjedhje, ndërkohë që parlamenti i vendit ton ka edhe individ me 10 vota, pa vota fare, sepse ishin në listë të mbyllur. Do thënë si ndiheni mas gjithë kësaj? Si çdo shqiptar që në mënyrë të vazhdueshme, se këtu duhet të shohësh atë zinxhirin e vendeve. Në mënyrë të vazhdueshme është tentu kot mbas kodi elektoral, që nga 2008 e sot, që të largohet sa më shumë zgjedhësit nga të zgjedhurit. Dakor? Që këta janë kush na përfaqëson mos ta dish. Ndërkohë që njerëzit kanë mbet akoma tek sistemi demokracisë drejt për drejt, që ishte sistemi mazhoritar. Dhe kush nga ne ka bë fushat, e din, dhe shumë për atyre që ju përmendët s'kan bë fare, s'kan qenë hiç sepse jemi të sigurt. Pse do dalë? E dim që njerëzit vazhdojnë të pyesin a jeti deputeti i zonës. Çëja parë që të pyesin, që duan përfaqësimin. Ti kur e largon dhe thua jo, unë jam për gjithë Tiranën. Jam nga Shëngjeri që Rrogozhin. Nga Kamza deri në kufi me Elbasanin. A kupton tash? Humb nacioni përfaqësim. Patjetër. Ku përfaqëson ti? Ku e dim ne? A ja del dot një deputet futën nga lista e hapur. Përfaqëson dot ajo me të gjithë dëshirën e mirë që mund të ketë, bën dot 1 milion e gjysmë banor, hallet 1 milion e gjysmë banor, merret dot. Kështu që kjo u bë qëllimisht që njerëzit të largohen gjithmonë më shumë nga politika dhe ta ndjejnë veten gjithmonë më pak në politikë, që tjetër ata votojnë e tjetër atje shkon. Dhe kur të shkoj, nuk është fiks ai që do merret me këto punë, po do jetë s'dihet kush do jetë. Dhe këto janë të qëllimshme. Kujtoj një tjetër parti mori 65.000 vota, nxorri një mandat, një tjetër parti nxorri 49.000 vota, mori 3 mandate. Tashti unë janë skema të si t'ia shpjegoj të sistemit vajzave të mia që 65 është 3 fish më e vogël se 49. Unë nuk di si t'ia shpjegoj. Pra, demokracia këtu nuk çeka më në funksion, përfaqësimi nuk çeka më në funksion, dhe kjo pse bëhet? Po nëse i shpjegon sistemin zgjedhor, është e mundshme. Po pse bëhet kjo? Kjo bëhet se interesi i kastës drejtuese, këtyre mjeshtrave Edi Ramës në krye, ka interes ta banalizoj qeverinë, ta banalizoj parlamentarizmin, ti banalizoj këto dhe thot vetëm unë jam. Vetëm unë dua një pyetje. Vetëm unë jam, sepse ndoshta tenton që të shkojë drejt një forme monokratike, ku të jetë ai vetëm, mund të jetë formë presidence për shembull. Dhe thot ja ç'u duan ju këto parlamentarët. Shif sa dobët që janë. Nuk flasin, nuk bëjnë, niveli është nivel zeqineje. Çfarë ju duan këta? Dhe ka ul dorë mas dorë parlamenti, a mbani ne jemi të rinjë në po i flasim ndoshta aty parlamentet e para, që parlamentet forta, parlamentet nxjerra nga mazhoritarja, parlamentet forta, deputetët thotë kanë fituar mandatin. Nuk të shkoj unë se ti thu, por kundër interesit zonës. O nuk ta jap votën sikur çfarë të bëhet kryetarit të partisë. Po aty rrezikon të futesh forcën pastaj. Rrezikon, kanë qenë parlamentet forta dhe ligjet nuk ishin kështu. Futi ti tash 25 minuta. Sa zgjat intervista jon? 60 minuta. Do zgjasim më shumë se 2 fishi diskutimit programit qeverisës 4 vjeçare. E bukur kjo. Pra ne 2 po diskutojmë shumë më shumë se sa 140 zgjedhur bashkë me 20 ministra mbi programin qeverisës 4 vjeçare. Ky është banalizimi i pushtetit dhe kjo është kur ke këtë makro pushtetit. Po dhe të gjithë ata që folën në ato pak minuta nuk kanë më shumë elektorat se sa keni ju në vot, në numër votash. Dhe kjo është ajo çka dëshirojnë ata të bëjnë. Dhe kjo është ajo që ne duhet ndalim. Pra aty folën në aq minuta folën disa individë të cilën ne nuk e dim se sa vota kanë, ose janë në listën e mbyllur, ata s'morën asnjë votë. Po, kështu që ne na takon të flasim shiko. Unë po habitem që ju e keni ndjekur, se unë personalisht as nuk e kam ndjekur. Dhe shumë shqiptarë as nuk e ndjekin fare. Duhet të bindë bingve. Sepse kanë humb interesin dhe është rezultat i suksesshëm i manovrës tyre. Unë besoj që sistemi ju ka penalizuar, po unë besoj që në rastin edhe tu edhe të shumë të tjerëve i penalizoi dhe ekipi vet, për shkak të disa vendimarrjeve të gabuara, që ishte vendosja juaj në një listë në mënyrë të kompozuar të atill Partisë Demokratike.
për të mos suksesuar në atë që ju keni realizuar, por nuk po ta kërkoj këtë sepse nuk dua të vë në vështirësi për të gërvishtur apo për të bërë një reels apo për të bërë një komunikim që unë s'kam problem, nuk kam hallë unë. Po pyetja është e tillë atëherë, domethënë ju mendoni që ju ka dëmtuar më shumë sistemi apo ekipi? Sistemi i qëllimshëm. Absolutisht. Po sistemin e ka ndërtuar një nga anëtarët e ekipit. Së bashku. Ka qenë sistem bipartizan. Pra nëse nga njëri krah ka qenë zoti Damian Gjiknuri, patjetër me Edi Ramën nga mbrapa, s'kutohet se nuk i bën vetëm ai. Nga krahu jon ka qenë zoti Oer Byllykbashi. Dhe ky mbështetur nga zoti Gazbardhi. Ndërkohë që sistemi, gjykata kushtetuese. Po listat i firmosh Berisha dhe Berisha vendosin lista hapur. Prit se unë jam ka fillimi, uji rrjedha dhe kuçedra është atje lart. Si u kujtoni se problemi është bërë pjesë nga ky qingji këtu, jo është kuçedra atje sipër për një sekond. Gjykata kushtetuese vendosi heqjen e hersit, që do të thotë listë e hapur. Po. Totalisht listë e hapur. Su vinte mirë këtyre mjeshtrave. Lista e hapur do të thotë që atje nuk shkojnë dot njerëz pa votum. Po. Atëherë duhet gjejë një sistem të tillë që ta manovrojnë dhe këta të vendosin dhe madje tu bëjnë dhëm dhe partive të vogla që nuk ishte interesi direkt i tyre. Por interes afatgjat, ti bëjnë dhëm partive të vogla. Dhe çfarë thonë? Se fare mirë mund të kishte thonë lista mbyllur është sipas partisë ta zgjedhë vetë ndërmjet 0 dhe 33%. Pra nuk e ke detyrim 33. Po dush mbaje krejt hapur. Disa prej partive për shkak donin ta mbanin krejt hapur. Kush je ti të vendosësh për gjithë tjerët? Dhe ky që vendim bipartizan. Dhe unë kam qenë kundër këtij vendimin, forumet tona, po dhe mediatikisht. Me zotin Byllykbashi kam qenë debat kur u arrit kjo marrëveshje, pikërisht duke thënë që ky është një kod elektoral që do të dëmtojë opozitën dhe partitë e vogla. Se është nën pritshmëritë e njerëzve. Dhe opozita çfarë kanë? Kur pushteti ka gjithë, ka paran, ka pushtet, ka të fortin, ka marrëveshjet, ka gjithçka administrat, çfarë doni juve? Ti ke moralin. Ti ke faqen e bardhë. Ti thua dëgjoj, absolutisht. Nëse meritojmë, jepni votën. Ne do munojmë të bëjmë këtë gjë. Po nëse kjo shkon që edhe unë po ta hedh, pra parimi është që mashtrimin e ka rilindja, jo Partia Socialiste. Leni të bëj një dallim shumë të qartë. Mashtrimin e ka rilindja. Ku është nacioni i mbaruar këtë? Dakor. Por rilindja e ka, sa ajo ka uzurpuar aty situatën. Sinqer, unë jam politikisht kundër Partisë Socialiste, por prit se ka nivele bastardimi shumë të mëdha me rilindjen, që nuk i ka pas partia, ka pas burra e gra Partia Socialiste, që ndrojshin për ato politikat e veta, që ishin kundra mendimit tonë si zhvillohet vendi, që ndrojshin në mënyrë burnore. Tani, për kundrejt gjithë mashtrimit të rilindjes, ti do të vendosësh sinqeritetin e opozitës. Sinqeritetin. Sinqeriteti kush është? Do bëjmë çmos që neve të arrijmë të fusim sa më shumë njerëz që kanë merita, se përndryshe njerëzit nuk të mbështesin. Absolutisht. Dhe kur kalum pastaj këtu, patëm shumë kalvarë nga ky moment deri ke bërja listave që them, kur listat u bën, të paktën për Tiranën mund të flas, kam më të vështirë të flas për qarqet e tjera, ne patëm rënien sondazhe. Sapo doli lista e Tiranës, ne ram sondazh. A e dinin ata që kjo ndodhi? Absolutisht që e dinin. A ishte ky vullnet apo kostot përgatitur për të paguar, këtë nuk e di, këtë s'di ta them. Por që e dini që ne do bishim sondazhe me emra që nuk pëlqejnë nga njerëzit dhe që dihet që nuk votohen, po normal fare që do bini. Është krejtësisht normale që do bini. Patjetër partitë politike kanë drejtën e vet, zgjedhin kush do jetë përbërës i forcës vet dhe i përfaqësuesve të vet. Po nga krahu tjetër nuk mund të mohoj dot vullnetin e njerëzve, pra duhet një kombinim kjo. Pra aso kohën e kemi pas sistemi mazhoritar të kombinuar me korrektim proporcional kombëtar. Pikërisht që të lejshë hapësirë që disa njerëz që janë teknik, që i duhen partisë me do e mos, që do prodhojnë politika të larta, por që ndoshta nuk fitojnë dot nga mazhoritare, këta të futen të jenë sigurt aty. Po që janë të angazhuar. Pra ishte mundësia dhe atëherë. Bërja tani ne na çon drejt një koncepti që quhet kryetarokraci, që do thotë kryetari vendos dhe parimi kush është? Duhet që ta kesh mirë me kryetarin, jo me njerëzit. Se ai të vendos. Dhe në fund fare, kujt ja ke borxhin? Ja ke borxhin kryetarit. Dhe për të punon. Ndërkohë që për njerëzit, pse ti kesh borxh, si kërko vot? Nuk ke shku vërdall të punosh. Kurse unë mendoj që demokracia duhet vi nga poshtë lart. Unë borxhin ja kam njerëzve. Pra punoj për ata, flas për ata dhe kjo fjalë që unë po të them, kaq lirshëm tash më pyet. Ose janë 18000 vetë që kërkojnë që unë shpreh mendimin e tyre. Jo, është vërtet, unë jam dhe unë borxhin ja kam atyre. Dhe jam i lirë
nga leva apo fije tjera që mund varen nga lart. Kështu që ka dy metoda për të ngritur. Unë kam qenë gjithmonë për rrugën e gjatë, jo për rrugën e shkurtër. Nuk kam qenë kur për Vincin, se Vinci si të ngren dhe të lçon. Ndërkohë që po ta ngresh veten, duke vendos bazament poshtë vetes, do më shumë kohë, do më shumë mund, po është e pashterrueshme. Ju jeni shumë afër ose ishit shumë afër të qenurit pjesëtarja të parlamentit, po unë mendoj që jeni shumë afër sepse nuk i dihet asnjëherë. Ne kemi pasur me zhvillime ndryshme. Deputeti i parë që mund të përfitojë nga një postim mund të jeni ju. Në këtë kuptim, unë do ishte interesante. Domethënë nëse ju do ishin në kuvend në javën e parë, do godisnit shumë e libër edhe me fletore? Jo. Nuk do ishit, domethënë, a do mendoni ndonjëherë që të vini në një flakadan? Nuk ka nevojë. Cili do ishte modeli jot nuk ka nevojë të flas me premtime, se un kam tendencë të flas me veprime. Pra, në miniatur, un jam kryetari i Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak, që është parlamenti i Tiranës. Kujtoni ju që atje nuk na kanë abuzuar, kujtoni atje që s'na kanë shkel drejtat, na kanë heq fjalën, s'kan lënë anën mediatike, s'na kanë përgjigja si shkresë, s'kan ngrit komisionin, s'kan bërë mbledhjet e tjera. Jemi detyruar me duru që zëri jonë dëgjohet. Kemi gëlltitur kafshata që në fakt kanë qenë antikushtetuese dhe antiligjore. Dhe në fund ju e rrëzuat kryeministrin e asaj zëri? Unë di që jo, se bëm vetëm ne. Absolutisht po. Ne jemi një pjesë e punës. Politikisht ju jeni. Por Erion Velia nuk është më. Drejtorët e tij, që ishin bashkëpunëtorët politik dhe ata që u pasurun nga paret tona, nuk janë më. Kjo bashki po vendoset në zgjedhje, që do të thotë, nëse punon në mënyrë sistematike, duke përdorur të gjitha kanalet, po duke bërë një lloj opozite të pakundërshtueshme, të pamohueshme, ja arrin që çka me të. Se kujtojmë edhe gjë, dhe me këto zgjedhjet kështu siç janë, 48% ka fituar PS-ja, qarkun e Tiranës. Ndërkohë Erion Velia ka fituar 54%. Pra Erion Velia ishte më lart se PS-ja, po ta shohësh në përqindje. Dhe prapë urtëzuaj, pse? Se i vendos përballë një lloj opozite pakundërshtuar. Patjetër, ai kishim gjithë gjëra, jo. Ka ndodhur dhe tek ne hedhje letrash. Prishje mbledhjesh sepse u hodhën letra, u votu shpejt e shpejt, ka ndodhur. Dakor, i kemi parë. Po ka qenë grup tjetër. Po nuk është jo grupi i Partisë Demokratike. Ka nevojë për një lloj modeli tjetër të mënyrës se si bëhet opozitë brenda parlamentit. Jo vetëm që duhet të jetë, dhe kur e them unë gjë që këtë çuditshme, jo vetëm që duhet të jetë dhe më radikale, por duhet të jetë edhe pakundërshtueshme. Pra, jo ti japësh mundësinë të mbyllim mbledhjen ai zotnia atje. Sa i qëllimisht të bën atë. Është vërtet. Jo ti japësh mundësinë, po të shkosh atje në mënyra të tilla që ta detyrosh, duhet ta detyrosh që ai të ulet dhe të diskutojë. Një nga format, për shembull, patjetër brenda spektrit të etikës, të moralit dhe të ligjit, diskutohet, po ka shumë gjëra që mund të bësh. Shoqëria civile ka pafund gjëra që mund të mësoj parlamentarëve tanë. Po ekstremi i kësaj është patjetër greva urisë. Unë sot e kësaj dite mbaj mend një grevë urie të 2008-s. Të bërë në parlament kundër ndryshimeve kushtetuese 2008-s, që na sollën ato reforma zgjedhore që ne po vujmë sot efektet sot e kësaj dite. Akoma i mbaj mend. Në betejën tuaj. Kjo është një shprehje fort e vullnetit dhe kujtoj që ndërkohë që këta njerëz, jo të gjithë, por shumica e tyre kanë qenë të pavotuar, pa dashur, një nga metodat që ata kanë është pikërisht të flasin njerëzve me këto lloj veprimesh që ndryshme. Jo më kot ju e keni emrin fjalën qendres. Qendresa është kyçe. Duhet të qëndrosh si me ligjet që janë, me etikën që është, duhet shkosh dhe ama të jesh me të vërtet i vendosur për objektivin tënd. Maksimali është greva urisë, po ka dhe shumë gjëra tjera që mund të bësh në ndërmjet. Absolutisht. Unë e gjej veten në të gjitha ato. Po jo ti japësh atij mundësi që të mbyllim mbledhjen. Unë e gjej veten në të gjitha ato që ju thoni, edhe më vjen mirë që keni qartësinë edhe jo vetëm artikulimin, por edhe veprimin për ta zbatuar këtë, dhe më pëlqeu shumë edhe paralelizmi midis modelit të asaj që është në parlament dhe modelit që ju mundua ta paralelizonit me Këshillin Bashkiak. Megjithatë, dhe e rëndësishme më falë një gjë, dhe bashkimi të gjithë forcave opozitare një mendim. Ato që janë parlament. Është e pamundur në këtë kontekst. Këto më thanë dhe mua, dhe unë i thash, po mirë, ç'nej që unë kam 23 firmash këshilltarësh bashkiak nga 7 forca politike kundër Erion Veliajt.
që nga e majta tek e djathta, 7 forca politike të ndryshme. Pse këto bashkohen? Që në fakt janë bashkuar dhe me kartona. Që themi të vërtetë. Jam dakord me ty. Dhe nuk ka qenë këtu as PSD-ja, që është me PS-n, as PDI-ja, që është me PS-n. Është pjesë e grupit tyre. Këto janë me PS-n. Ju tjerët që sjeni, a jemi bashkë neve? Kemi një emërus për bashkë moral? Atëre pyetja është nëse opozita është duke kërkuar kandidatin për bashki dhe ju thoni që ju jeni një precedent për bashkimin e opozitës. A i keni konsideruar në kandidimin për Kam konsideruar që 2022. Kjo është histori tash. Që në 2022 unë konkurova për ty garë për 2023. Pra rrugët janë të hapura edhe për këto zgjedhje. Megjithëse mandati që do të konsumosh është 1 vit e gjysmë. Jo, atë nëse kisha fjalën për këto, jo. Për këto. Atëherë, shihem. Secili nga ne ka karakteristikat e veta të lojës. Po. Pra, po e quajmë lojë këtë, i quajmë, quhet garë shpeshherë, garusit. Po. S'po ta quajmë luftë. Duket shumë. Absolutisht po. Sidomos kur bëhet fjalë për një qytet si Tirana, ta qush luftë. Nuk shkon. Unë kam 2 karakteristika të pakta. Një, punoj me grup. Dhe projekti im politik ka një garë në grup. Po. Jo në individ, se kjo është në individ. Po. Se s'ka këshill bashkiak. Këshilli bashkiak i vazhdon 2027-ën mandati. Dhe dyta, punë me program me një projekt zhvillimor për qytetin, i cili kërkon kohën e vet. Ai sa e ka 4 vjeçare që jep legjislatura. Po. Themi drejtën në këtë vit se 1 vit e 2 muaj do jetë kohë efektive. E zëm se u bën zgjedhje tashti. Po. Se po u bën mars janë dhe më pak. 1 vit e 2 muaj nuk ka kohë për programe zhvillimore. Ka kohë vetëm për kthimin legitimitet Bashkisë Tiranës. Pse? Se buxhetet janë miratu. Po mund të ketë kohë për një goditje politike të kryeministrit. E pra, shihni, tu po e çonin në një lloj tjetër jo të administrimit të qytetit. Po. Në këtë moment, atëherë duhet të jetë një figurë e lartë politike drejtuese e Partisë Demokratike, që duhet ta marrë përsipër këtë. Pse? Sepse do godas kryeministrin, kujtoj edhe Këshillin Bashkiak ka kundra. Se ka Partia Socialiste Këshillin Bashkiak. Çdo vendim do kundërshtohet tu politikisht dhe do goditesh nga lart e nga poshtë. Pra do duhet një figurë drejtuese politike nivelit të lartë. Unë nuk jam. Nuk e plotësoj këtë karakteristikë dhe nga krau tjetër projektin politik ka këto 2 elemente që unë ja paraqes kujt. Po nga krau tjetër ju jeni koshient që atë përbashkimin nuk e bën dot një figurë drejtuese nivelit të lartë. Ka përbashkim këtu, sepse këtu Këshilli Bashkiak është i Partisë Socialiste. Nuk ka çfarë përbashkon këtu. Po nuk ka çfarë përbashkon Këshilli Bashkiak. Siç është parlamenti, apo diskutoj parlament, parlamenti i Tiranës, parlamenti i Shqipërisë. Dhe 2 karakteristika projekti im është, se ta themi, është bërë submit ku ke kryetari. Ja çon kryetarit partisë dhe kryesisë, po ja çon kryetari, po ja çon paraqes kryetarit. Së bashku me projekte të tjera politike që kanë njerëz të tjerë, që ka njerëz plot Partia Demokratike. Me ambicie, kam frikë që s'ka njerëz të tjerë. Dhe kryetari duhet zgjedhë projektin më të saktë dhe më, le të themi, më si puna ti kostumit që qepet sipas trupit, më të përshtatshëm për momentin ku ne ndodhemi. Jemi konscientë i vështirësia e vetme që ka Partia Demokratike tani është që nuk i ka këto projekte dhe nuk ka. Po. Edhe më lejo mi gjen vetëm një konstatim. Kjo është si puna e një personi që kujdeset për një pyll. Nuk e vetëm pyllin për të kujdes, po duhet të kesh dhe një fidanishte. Nga ku krijon fidanët e rinj për të populluar pyllin, se ka zona që do duhet ndërhysh për të ripyllzu. Qofse s'ka pas një fidanishte dhe ka vdek fidanishte e PD-s, duhet kriju fidanishtja. Dhe kjo është më serioze se sa thjesht hajti vëmë një ardh tash në moment. Jam dakord. Duhet të kesh një mision afatgjat. Kush është misioni afatgjat? Është 2029. Pra parlamentarizmi. Për të arritur këtë 2029 duhet të kesh një numër të lartë bashkish që merr në 2027-ën. Sepse pushteti vendor ka treguar shumë qartë që shumë i rëndësishëm për të marrë pushtetin qendror. Dhe gabimi i Partisë Demokratike ishte largimi në 2019. Absolutisht. Për të arritur këtë 2027-a, a mund të arrish dot me këtë organizim Partisë Demokratike që kemi sot? Jo. Po them haptas, jo. Të duhet një riorganizim. Duhet prurje të reja. Kujtoj që pushteti vendor nga pushteti qendror ndryshon karakteristika. Einstein thotë që nuk mund të marrësh rezultate të ndryshme nga të njëjtat veprime dhe nëse nuk ndryshon qasjen, do marrësh të njëjtin rezultat. Po jam shumë dakord. Si rrjedhoj, ne na duhet një riorganizim për t'u qas 2027 siç duhet, por në shkallë 61 bashkish. 61 kryetar bashkimi, 61 këshilla bashkiak. Për një mandat 4 vjeçar, është mision shumë më i madh.
se sa një zgjedhje 6 apo 7 bashkisht që kemi ne tashti me mandat 1 vjeçar, pa këshill bashkiak, me këtë organizim kështu siç e kemi. Unë i mora përgjigjet më të qarta se ç'kisha menduar se do i merja. Një pyetje kam të fundit, edhe për këtë të vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Edhe pyetja ime e fundit është, ne kemi parë që në të gjitha këto betejat, ose dje i lajmi kryesor ishte që është vendosur zëvendës ministrja e brendshme. Edhe emri i saj ishte nga radhët e atyre që luftonit po njësoj si ju për të rrëzuar, le të themi, kryetarin e bashkisë dhe për të sjellë forcat opozitare në pushtet. Kurioze jam, a ka ndonjë ankth nga ju ose a keni marrë ndonjë ofertë për të qenë ndonjë zëvendës ministër apo? Ti ma dhe këtë. Po. Kujt thash që e ka detoksi nga pazaret politike? Dakor, është nga ajo forcë politike. Atë forcë politike ne e dim. Unë sa po ta thash. Patjetër. Është fshirësi e xhamit nga Majta në djathtë. A keni marrë ju ndonjë ofertë nga? Jo, dhe jam shumë i lumtur që s'kam marrë. Pse jam shumë i lumtur që s'kam marrë? Ndjeni kështu ankth se mund të vi ndonjë? Mu më pëlqen shumë qartësia ambientale. Kur ka qartësi ambientale, e dim ku është ky, e dim ku është ky, për çfarë qëndron njëri, tjetri, dhe fakti që Partia Socialiste ka qartësi ambientale, jemi të qartë, e din. Dhe janë të qartë për pozicionimin tim. Që ky kot ja çojmë ofertën sepse është thjesht harxhim kohe, se jo ne kanë xhep. Kështu që jam shumë i lumtur që ata janë të qartë, shpresoj të janë të qartë edhe ky krau jon, se këtu ka çik më pak pa qartësi ambientale, ku qëndrojnë disa njerëz, sepse ka një parim shumë të thjeshtë. Shoqëror. Pastaj politike diskutojmë. Shoqëror është që nuk mund të dëgjosh kët ka majt dhe të mbash kët ka gjujt. Përndryshe të shkosh për poshtë. Parimi është patjetër bashkëpunëtorët, njerëzit, ato që qëndrojnë për të njëjtat kauza etj, duhet t'i mbash këtu. A mund të mundohesh të afrosh dhe të tjerë që ndoshta dikur kanë pas e drejta e njeriut ndroj mendim. Ama kujdes, bërthama është bërtham. Bërthama varet nga fjala e qëndresës. Qëndresku neve qëndrojmë çfarë virtutesh, çfarë vetish kemi neve, çfarë karakteristikash qoftë dhe personale. Unë jam shumë i bindur që nuk do vijë në një ofertë e këtij tipit në i herë, dhe jam shumë i lumtur që kanë qartësinë ambientale ato të kampit kundërshtar. Mirë. Unë të falenderoj shumë. Ishte e qartë edhe përgjigjja që ju dhatë në fund. Unë e futa në fakt më shumë për batutë dhe për ta relaksuar nga hapësira tjetër e pyetjeve. Vetëm se do më lejosh dhe i diçka, sepse unë kam bashkëpunuar me zonjën Caka. Dhe kemi punu shumë mirë për sa kohë kemi bashkëpunuar. Është e vërtetë që zonja Caka e shkëputën dhe e larguan. Nga partia vet. Pra, momenti që ti djesh e braktisur, unë nuk e di pastaj se si lëviza e loja emocionale, ajo loja kontributeve që mund të kesh bët gjata e me radhë, dhe krijon një moment dobësie. Si ka mundësia e duke lojtare fort brenda brenda ajo u shkëput prej mbi më shumë se një viti. Okay. Si edhe disa tjerë. Okay. Pra, këto janë korridoret e politikës që ne janë dhe përgjegjësitë liderave. E qartë. Që duhet kuptojnë që meritokracia është çështja kyçe se si hecet në parti. Dhe nëse shkel meritokracinë, pastaj po u bëre, shpellat kanë një veti ose jehona në përgjithësi, se mund të jetë dhe i lugin. Po shkove ke kryt e shpellës dhe i thua shëndet, të përgjigjet shëndet. Po shkove ke kryt e shpellës dhe i thua plaç, të përgjigjet plaç. Tashti problemi është që nuk është vetëm lojtari dhe shpella, apo dhe jehona. Janë njerëzit, se këto pasoja do i vuajnë njerëzit. Dhe liderat kanë përgjegjësi më të larta se sa thjesht marrëdhënia me një tjetër bashkëpunëtor të partisë. Ka dhe më poshtë se mesazhi që ne na jep është që Partia e Lirisë nuk ka më njeri. Që ne kemi aleate. Këtë mesazh na jep. Pra, i këtë copa në mënyrë, 4 deputetë ja dhamë ne, nuk i mori ajo. Se ka diferencë shumë të madhe. Po jam dakord po them. Pastaj patjetër tagri i sekretarit përgjithshëm dhe kryetarit të partisë vendose, unë s'po hyj ke tagrit e tyre. Po kalkulimi ka qenë i gabuar. Absolutisht. Është shumë e qartë. Dhe shumë i qartë që Partia e Lirisë po shkon drejt shkërmoqjes. Tash unë s'flas zakonisht për parti tjera politike. Unë dëshiroj që patjetër aleatët tonë të forcohen. Po në moment shkërmoqje, ku ti vetë largon pjesëtarët e tuaj të ekipit, pastaj edhe nuk mund të janë atë shumë pse ikën këta, se nuk ikën. I largove. Unë gjithsesi nuk do kisha shku.
një post Parti Socialiste, edhe po më kishin largu e zem, ndodh sot dhe më largojnë. Po. Kur nuk do kisha shku. Pse? Sepse ju thash, opozita i qëndron ke morali. Duhet qëndrosh ke ato vlera morali që ke ti, që ka familja jote, që ka shoqëria jote, që kanë bashkëpunëtorët e tuaj. Këtu duhet qëndrosh. Po nga krau tjetër, edhe kur e shkëput dikë pastaj duhet të presësh veprimet e do kishte qenë drejt, zonja Silva Caka ka fituar mandatin e këshilltares bashkiake përmes koalicionit Bashkëfitojmë. Të lindte. Do ishte drejt që t'jepte dorëheqjen nga këshilltare bashkiake dhe vazhdon jetën e saj politike, ashtu siç ajo ka vendosur. Ne jemi për drejtën e individit zgjedhë jetën e vet, por këtu ka hyrë me votat e opozitarëve. Bën sens në një mjedis moral, po nuk e di se mund të ndodhë një mjedis tjetër. Morali na fatgjat gjithmonë do t'japë frutet e veta. Gjithsesi unë të falenderoj edhe për minutat shtesë që ju mbajta, sigurisht keni angazhimet tuaja dhe jam shumë i lumtur që e thash edhe më parë, unë mora në mënyrë më të qartë se që prisja një pjesë të mirë, pothuajse të gjitha pyetjeve të cilat i drejtuam, edhe shpresoj shumë që edhe ju t'jeni ndjer komod në këtë bashkëbisedë. Absolutisht po, nuk për sa kohë pyetjet janë legjitime, janë drejt pse mos kanë ato përgjigjet e duhura. Shkrejtësisht normale. Pastaj ka disa tjerë, unë kam shumë eksperjenca intervistuese. Ka disa tjerë që mundohen. Ju e konsideroni krejtësisht normale, po përgjithsisht në këtë vend është krejtësisht jo normale që njerëzit përgjigjen. Po ndoshta ky vend duhet ndroj. Kështu që shpresojmë shumë që të jetë një model i mirë edhe në hapësirën dhe mjedisin ku ju keni vendosur që të kontriboni në vendin tonë. Kështu që unë ju falenderoj edhe një herë dhe dua që të le takim me shikuesit tanë në le të themi komunikimin e radhës në javën e vijim, kështu që ju falenderoj dhe shpresoj që të keni gjetur qasjet mbi të cilat ju nuk keni le të themi kaluar ose të keni dëgjuar nga ato gjëra nga ato të cilat mundet ju nevojiten ose t'ju zhënërojnë të vlefshme në mënyrën se si ju e ndërtoni ditën, muajin apo edhe jetën tuaj. Kështu që ju falenderit edhe shihemi në komunikimin e radhës.